emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimrama, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, po vjen natyrisht kriza politike, pa lajme në horizont se zoti Kurti me këdo tjetër po formulon një zgjidhje për t'i dhënë vendit institucione të ndryshme stabile politikisht. Kosova që prej 2 vitesh po mjaftohet me këtë rezervat krize, duke mos quar asnjë lajm se ç'po ndodh me vendin në marrëdhënie ndërkombëtare, për sa kohë që gjithë bota është një ngarendje masovike për ndërtuar aleanca në këtë rend të ri gjeopolitik, po them që po shkund gjithë ato politika konvencionale që ishin, nëse mund ta them më herët. Dhe mbi këtë temë dhe tema të tjera të një rëndësie të veçantë për shtetin, kam ftuar generalin penzion, zotin Hysén Berisha. Berisha, faleminderit për kohën. Faleminderit edhe ju për interesin. Do doja fillimisht një analizë tuaj, megjithëse e ke thënë në mënyrë sistematike se ç'pret nga zoti Kurti për Kosovën politike, por si po duket kjo situatë? Çfarë lloj orvatje kjo sipas jush? Tash faktikisht po shihet hapur se këtu s'kemi të bëjmë me krizë juridike apo kushtetuese, por kemi të bëjmë me krizë politike, domethënë të vullnetit, për të vepruar me gjuhën e kushtetutës sa i përket institucioneve. Dhe kjo nuk është vetëm për këto palë zgjedhje që mbajten, po për 2 vite rresht që kemi marrë diku 4 palë zgjedhje, është e njëjta rrethon dhe e njëjta situatë. Na e pam se nuk ishte unë e kam hetuar një diçka, një tendencë dhe një shkas të krejt krizës tek radha e bërjes së gjërave. Pra, po ta vremi insistimin e Kurtit se së pari duhet të ketë një marrëveshje dhe president, pastaj me vazhdu me konsiderim të institucioneve. Dhe në anën tjetër ke insistimin e PDK-s dhe partive të opozicës, po i quajtë të gjitha bashkërisht, një radhë tjetër së pari të konstituohet kuvendi, që është edhe me atë seancën formale, domethënë e përcaktuar që kemi në rregullohet kuvendit. Pastaj të zgjedhen institucionet, presidenti dhe të mandatohet qeveritar, dhe kjo është rrjedha edhe me logjikën kushtetuese. Tash ku qëndron poenta e insistimit të Kurtit që radha gjëra të jetë ashtu siç insiston ai së pari të bëhet presidenti. Ai po pretendon që të qeverisë, kështu siç është në detyrë, sepse kjo qeverisja në detyrë, ose siç janë të gjithë atje kanë kabineti i tij, me vendimin e gjykatës supreme, nëse e njekim precedentin juridik dhe logjikën juridike vendimores, atëherë ju dini se gjykata supreme në radhën e zgjedhjeve të para apo dytave, u apati bërë të ditur me vendim se janë dhjetorit vitit kaluar, po janë shkelje të kushtetutës. Edhe sot janë në të njëjtin pozitë. Nuk mbajnë 2 pozita. Nuk mund të jetë deputet i betuar dhe të marrë pozita ekzekutive, duhet njëra të praktiset. Tani kush s'po gajlohet për këtë? Tash këtu ka një cili mesazh. Këtu është ajo në ndërdijen e secilit edhe ekspertëve kur i pyet se duhet rujt vazhdimësia institucionale, mirë po jo vazhdimësi institucionale duke mohuar shtetin dhe funksionalitetin e shtetit apo mekanizmat shtetëror, që është kushtetuta, ligjet. Pra kjo lloj vazhdimësie tregon se ti veç ke kalu mbi shtetin dhe po funksionon me anarki. Dhe radha e gjërave që po i kërkon Kurti, pra zgjedhjen e një presidenti, shif se krejt fokusin e ka te presidenti, tregon se ai po mundohet që të kapë edhe këtë pozitë, sepse ju dini se i ka kapur me radhë, na përdori temën kapur që e ka lancuar vet për qeveritë e kaluara, por faktikisht skesi e që ndryshe, po thuaj se gjitha pozicionet janë kapur. Gjykata kushtetuese është e hendikepuar, sepse edhe se ka përbërjen dhe ju e pat se ky dëshmoj influencimin e vetë në vendimorën e gjykatës, kur e shfuqizoi, kur e suspendoi dekretin e presidentes, dhe ju dha dhe një afat 30 ditur, do thotë edhe ky bëri një vizitë tek Macroni, atje kemi biseduar radhën e kaluar. Tani, jemi në situatë kur ka një gjykatë kushtetuese të hendikepuar, i duhet pozita e presidentit. Një president konsensual, por që është i preferuar i tij, mundësisht. Dhe të mos ketë kuvendi të jetë i pa konsoliduar, që mos të ketë më kush ta kontrollojë, të qeverisë pa kontroll, siç edhe po bën. Ndërkohë që e kemi, kjo është ambicia e tij,
Këtë ambicia që ka shfaq për totalitarizëm, kurse edhe autokraci, kurse opozita në këtë rast PDK po kërkon një rol të gjëra, po një format që është në logjikën kushtetuese të konstituohet kuvendi, pastaj zgjidhen organet e shtetit, presidenti dhe ai të nominoj mandatoj pastaj mandatarin e ri të qeverisë. Dhe kjo pse po bëhet kjo? Kjo bëhet për t'ja fuqizuar kuvendin, për të pasur institucione, mekanizma të shtetit që mbajnë në kontroll qeverisë, mos me lejue, mu instalue ajo teknokraci dhe autokraci që ky po pretendon. Pra, mendoj se këtu është edhe nyja e problemit. Tash, ç'a kemi në skenën politike? Na kemi të bëjmë me dy tabore politike që qëndrojnë në dy skaj të ndryshëm. Në njërin skaj janë forcat politike dhe Kosova e 17 shkurtit 2008, që ishin pjesë atij procesi politik, qoftë me luftën, qoftë me paqen, më herët me ndërtimin e vizionit, pastaj me dialogun, marrëveshjet dhe vetë shtetin, konsolidimin e shtetit. Dhe në skajnë tjetër e kemi këtë grupin që tash janë sistemuar në familjen e majt politike, në Internacionalen Socialiste, që është Parti Socialiste, veç se ka këtë emërtimin e intervjues lëvizjeve vendose, të cilët e dini se kanë një qëndrim jo mbështetës dhe jo konform asaj që është arrit me 17 shkurt dhe me shumë sakrifica për shtetit pavarur Kosovë, duke lancuar idenë e një farë bashkimit kombëtar që për mendimin tim, unë e kam bërë të ditur shumë herë, bashkimi kombëtar nuk nënkupton bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, sepse prap janë edhe disa pjesë në 5 shtete rreth Shqipërisë e Kosovës që janë shqiptarët edhe që kërkojnë një zgjidhje të statusit të tyre dhe drejtave të tyre. Prandaj, çdo bashkim i Kosovës me Shqipërinë nuk është bashkim kombëtar, është bashkim i dy shteteve. Kurse bashkimi kombëtar, Shqipëria natyrale, thoshte Rogova në trungun natyral të Shqipërisë. Pra, ky manipulim u bë dhe këta janë ata që kanë qenë kundër çdo etape të procesit të konsolidimit të këtij shteti. Pra, edhe luftës, edhe dialogut, edhe paqes, edhe pavarësisë, edhe çdo gjë që është arrit këtë vend. Pra jemi në këto dy skaje. Dhe tani lufta është se cili do të dominojë dhe kush do ta fitojë mbështetjen e kujt. Ju e dini se këtë tabor politik e suportojnë të gjitha vendet që faktikisht nuk e njohin as shtetin e Kosovës dhe as që e duan shtetin e Kosovës. Ju e dini se adresat e tij sot, edhe po t'ja shefsh kabinetin, edhe t'i sheh raportet ndërkombëtare ose raportet personale si kryeministër që i ndërton me njerëzit, janë tabori i personaliteteve dhe familjes politike që është internacionale socialiste që nuk e njohin shtetin e Kosovës dhe nuk e suportojnë idenë e pavarësisë. Miq me grekët, miq me linjat e tij me serbët, miq me Macronin që është në ndikim të plot rus, miq me ish kancelaren gjermane, të cilët edhe suportuan për ardhjen pushtet, për ta, kemi biseduar besoj herën e kaluar, për ta refuzuar çdo iniciativë amerikane për Kosovën dhe Ballkanin. Po ka dëshmu me veprime konkrete. Na kemi sqaruar nëse zgaboj në 19-ën ky ende pa u rezultati zgjedhje pa dalë, por u prit keni fitoj në Frym. Ky ishte pjesë e konferencës së Muniut për çështjet e sigurisë. Dhe duke mos e ditë rëndin e ditës foli atje për harta, për thika, për Kudadiun, i sulmoi dy kryeministrat, presidentin faktikisht, Thaçi dhe kryeministrin e Shqipërisë. Dhe ata thonë se ky s'është një temë, por ky erdhi si produkt evropian i disa vende evropiane në influencërimin rus dhe të vendet që se njohin Kosovën për të refuzuar projektet amerikane për Kosovën. Qoftë projektin e kontrglobalit për termocentralin, shifë sot po shesim si koncentrat, po i shesim gjitha zejet e Kosovës, edhe çmyje. A dini kur duhet për shifë ne duhet të kriju memorie politike. Në folturën e kuvendit solla kontratën atë botë. Ta kisha ditë me marrë me vetin, duke dhe kam të prapë. Kontratën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë, kompanisë që sillte miliona, dhe që pritë vetëm në nënshkrimi këtij sillte miliona për çështjet e energjisë, për termocentralin. Dhe këta e refuzuan, nuk e kanë nënshkruar kurti, e kam treguar edhe në folturën e kuvendit atë botë, ja kam dhënë edhe mediave. Pastaj, atë botë kishte ofertë diku 60 euro për ton duket si shkon me metër kub. Të Thëngjillit, që ofronte po Maqedonia, sa atëherë kishim krizë energjetike, kishim edhe po të ndërtoi hidrocentralin, termocentralin nga Kota Global, nuk arrinte afatin kohor sepse ishte të ndëruar në vitin 2017 dhe duhet përfundoi në vitin 2022. Dhe nuk kishte hapësirë. Prandaj ofronte me 60 euro.
Ky ja shiti një kompani serbe atëherë, që po ato e kom tërgu dokumentat në foltorët të vendit, edhe medjave. Një kompani me pronar serb, pra pas cilët që ndonjë te ky Radojqiqi dhe një tjetër, Veselinoviqi, dhe ja shiten me 20 euro atë botë. Kjo qeveri. Tani, sa vite mbrapa, në vend se në vitin 2022 do të ishte 8 i përfunduar, dhe po ashtu për 6 vite edhe projekti i gazit, vitin 2020, sot do ta kishim projektin e gazit funksional. Çfarë ndodhi? Jo po blej bateria, u tall me shtetin me të gjitha asetet, dhe sot po është thëngjillë. Në vend se ta përpunoj vetë, po flajmë vitë thëngjilla, i kujtohen parullat e tij kur bën të thirrë rrugëve. Dhe tani kem një situatë tjetër. Ju keni Shtetet e Bashkuara të Amerikës vërtet kanë orientimin në tema më të rënda që ka preokupojnë globin, edhe kriza në Ukrainë, po edhe kriza në lindjen e mesme, po shiftet se po eskalon. Mirë, po do të thotë se Kosova dhe Ballkani janë jashtë vëzhgimit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është gjatë strategjia aty. Dhe unë pres që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta intensifikojnë veprimin e tyre në raport me Kosovën. Emrimi i ambasadorit në Shqipëri është inkurajues se mund të kemi një emrim ambasadori edhe në Kosovë, derisa nuk ka pas. Dhe kjo është treguesi një pakënaqësie që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zhvillimet politike dhe dialogun në Kosovë. Në raport me interesat strategjike amerikane. Dhe tash, çfarë do të kemi? Unë pres se do të ketë një përplasje konceptesh të Bashkimit Evropian në raport me Kosovën dhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën. Në fushën e në çështjen e statusit dhe përmbylljes së çështjes së Kosovës. Po flas gjithmonë konkretisht për problemin tonë. E lojmë në aspektin geostrategjik çështjen e luftës atje ku po zhvillohet në Kiev, luftës Rusi-Ukrainë. Po flas për kontekst Kosovës. Ju dini se Bashkimi Evropian ka dështuar në ndërmjetësimin e dialog me Kosovën. Domethënë ka qenë dështim total. Jo i rastisht. Lajçak dhe Borrell kanë përdorur një strategji duke krijuar një status quo që nuk ka zhvilluar, nuk ka quar asgjë përpara Kosovës. Dhe Departamenti Amerikan i Shtetit e ka bërë ditur se status quo nuk i konvenon Kosovës. Është vetëm në interes të Rusisë dhe të Serbisë. Vetë Departamenti Amerikan i Shtetit dhe këtë status quo e ka ushqyer me veprimet e veta politike komplet qeveria Kurti. Dhe Kosova mbetet ende në atë vendnumërim. Por mos harroni se proceset kanë lëviz. Dhe në këtë status quo profiton vetë Serbia. Dhe ka përfitu. Shifë sa hapa ka bërë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, është vend kandidat, që nga viti 2012. Dhe sot po i hap njëjtit kapitull për integrim si ka hap edhe Shqipëria. Që po të thotë shkojnë në një lloj paralel. Ndalua televizëm atutje për shkak të Kosovës. Pikërisht, po ku është Kosova në këtë mes? Nëse u ndalu Serbia, çfarë po bëhet te Kosova? Çfarë hapi ka bërë Kosova në këtë drejtim? Mund ta quash si lloj enklave Kosovën aktualisht politike, izoluar si një ishull që po vetëm mjaftohet diskutoj kush të bëhet president, kush të zgjidhet kryeministër. Kosova kemi dalë nga orbita reale asaj politike nëse mund ta me vitet 90-ta e kësaj Kosovë të 17 shkurtit se shife, Kosova është projekt amerikan. Dhe gjitha arritjet e saj ishin me suportin amerikan. Jo të aleatëve tjera, por mjafton të qendra amerikane ballë gjithave. Dhe tash Kosova për një kohë gjatë mbeti në ndërmjetësimin e Shtetit të Bashkimit Evropian, vendet e Bashkimit Evropian. Dhe e degradoi nga një Kosovë që ishte në raport me Serbinë që nënshkruan një marrëveshje afundja ekonomike në Washington. Ka të shtatorë diminuar. Një marrëveshje e cila e kishte në përmbajtjen e saj dhe çështjen e Ibrit. Po, liçeni u imanit ishte aty. Pra, ishin të trajtuar aty. Si interes bilateral. Atëherë kam deklaruar, vërtet ka aty gjëra që ndoshta edhe s'na hyn fort puna, ishte e çështja këtyre LGBT-ve, po ju e pa qëndrimin e presidentit Trump. Ka dy gjeni edhe pikë. Anë përjashtoi atë tendencën për ta degraduar edhe racën njerëzore. Dhe tani çfarë ishte? Ti merr atë që është e jotja, atë vënën prioritetet e implementimit. Dhe u trajtohet edhe çështja e humanit, edhe e Ibrit. Edhe merret një lum atje diku mes Meksikës edhe SBA-ve, se mi ka ikë emri atij lumi. Po. Si model që ti zguxon me prek. Fakti kjo është edhe me drejtën ndërkombëtare të ujnave. E as më tepër ujnave që janë jo çarkulluese, siç është ujmani. Pra kjo është e trajtuar, por Amerika e vuri tek fizibiliteti si studim
Po, pra. që tregonte vullnetin konkret të Shteteve Bashkuara. Po. E tani, ikja nga ajo marrëveshje. Ndodhin nga ona e Kosovës atë botë, nëse i rikthehemi pak memorisë politike. Ndodhin nga ona e Kurtit. Po. Dhe këtë ja vuti një penalti pastaj Vučićit, edhe ajo tërhoj se Vučićit më s'pak i kanë vënë të kjo marrëveshje. Sepse Vučići ju e pat, i janë harxhuar gjitha adutët për ta goditur Kosovën. Është të bën letër e lexuar sa i përket tendenca për ta marrë destabilizuar permanent Kosovën. Dhe zgjodhi tani goditje me një diçka që askush s'e ka prit, përveç amerikanë që kanë parashikuar marrëveshje. Pra do të harxojmë sa lumi, rrjedhën lumi Tiber. Unë e kam thënë dhe po përsëris, edhe në aspektin e analizave të mbrojtjes dhe të sigurisë. Aseti më strategjik i Kosovës është Tibri. Sepse i ka vetit bifurkative dhe shtrirë ndër Kosovën. Dhe jo të njëse një tretën, domethënë, furnizim me ujë të pijës të Kosovës fjala. Domethënë të përfshi këtë region e kryen Ibri, ftojën e hidrocentraleve, e tjera. Pra ky është një këtë termocentral, ky është pra një aset strategjik i vendit. Dhe këtu po të godet tani Serbia. Hajde merru ti me çështën e statusit, të ndjekje të Radojčićit, ato gjetje armesh e ku ta diunë. Kur ai ty të godet në vetë palcën e funksionimit të shtetit. Ja ku ka sjell status quo-ja. Kjo temë s'ka qenë kur Amerika insistonte, kur Trumpi ne, po flasim tash, kur insistonte në një energji reciproke. Dhe ideja e reformatimit të dialogut, pas ardhjes atje prap në Shërbrat Majtve dhe Bajdenit, dhe në Kosovë të Kurtit, ideja e reformatimit të dialogut dhe marrëveshjeve. Çfarë solli? Ideja që u përpunuan nga kryekëshilltari për çështjet negociatave dhe zoti Soroi të Albin Kurti, çfarë solli me kjo reformatim? Ku jemi sot me atë reformatim dialogut dhe të marrëveshjeve? Bilanci është dekurajues për shtetin. Sot, po ta merrni marrëveshjen e 2013. E kam dikon të trujtë, për të mi gjithë. Në pikën 5, thot Sojna, kompetencat e asociacionit japen nga qendra, thot. Thonë qeveria qendrore të hierarkia. 6 pika janë, 6 pjesë. Qeveria qendrore është pikë, ajo është që i jep kompetencat ose jo. Kurse sot është pushtet paralel. Çka ndodhi me Kosovën politike, Berisha? Pikërisht këtu është problemi. Ky reformatim na nxorrin nga binaret e Kosovës që e kishte marrëveshjen finale me një reciproke, slogan që e futën Shëbat më. Nuk kishte alternativë. All in one. Se bërë njerëz që bërë asnjërin. Pra njoja ishte brenda saj. Njoja ishte edhe në dokument ju e pa deklaratën e zotit Taçi të Washingtonit. Është pak e habitshme kur thu kështu sepse shumë njerëz nuk besojnë si është e mundur zoti Kurti ta nxjerrë Kosovën nga shtrati i atij kursi strategjik pro-amerikan të lidhet me evropian për të ndërtuar një shtrat mendimi politik kundër investimeve amerikane. Shumë njerëz nuk e besojnë këtë që Kurti po nxjerr Kosovën nga i shtrat historik politik, po shkërmoç gjithë ato arritje. Atë botë në kuvendin e Kosovës nuk ja kam thonë për akuzë direkte, as se kam dëshirë kryeministin me po vendit jam qoftë se vjen kështu aksidentale pa dëshirueshëm në pushtet me pa në atë pozicion. Mirë po, duke e ditë se çfarë sillte statusi, se shife ka qenë reformatimi, dialogu dhe marrëveshje dhe një alternativë ndryshe për asociacionin. Kjo ka qenë deklarata oferta politike në fushatën e vitit 2021, si e 2021, dhe Republika e Tretë. Ktheheni memorien politike. Na duhet kur flasim duhet të krijohet një fond atje që çka do që flasim regjia më herë me na nxjerr atje. Mi pa edhe populli kur flasim mos më fol na herë. Pra kjo ishte oferta elektorale vitit 2021. Që lansonte Soroi dhe elaboronte pa mjoftueshmëri kushtetuese në kushtetutën e Kosovës për drejtat e serbëve. Ndërkohë që marrëveshja Washington thoshte se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës i etablojnë mirë të drejtat e qytetarëve. Dhe nuk i ndante në serbën në kutadiu komunitete, qytetarëve të Kosovës. Pra, kjo ishte ajo çfarë marrëveshja e Washingtonit e përgatiste Kosovën të ecë përpara si shteti i pavarur. Edhe sot me na njoh pavarësinë, që supozojmë del sot me deklaratë në parlament të Serbisë, Vučić dhe një pavarësinë e Kosovës. Si do t'ja bëjmë çështjen e IB-it tash të humanit? Urdhëni, marron se çështja e njohjes pavarësisë është kjo. Se kjo është vesh shteti. Funksionimi i shtetit, ekonomisë, zhvillimit.
Çka do të bëjmë tash me këtë? Në qoftë se e kem refuzuar marrëveshjen në Washington. Por shifën në çfarë zgripsit kanë sjell, nuk të vjen asgjë janë nga Serbia. Në qoftë se ai ta ndryshon për shembull siç ka thënë shtratin. Mund ta mbyllin janë në sy miqtan ndërkombëtar që ta tolerojnë Vučićin që t'i ndrojë rrjedhën. Nuk besoj, sepse ka një traktat ndërkombëtar të ujnave që nuk shife ujrat që rrjedhin, ujrat që nuk rrjedhin. Kërstimi tjetër që bëri para ushtrisë. Sa ata ushtria që kreu gjenocid në gjithë këto kërcënimet me ndërhyrje ushtarake. Unë nuk them se Serbia gjithmonë e ushqen ambicien për Kosovën. To nuk do ta heqim nga mendja. Por se Serbia ka kurajë të sulmoj Kosovën, kjo do të ishte vetvrasje. Kosova është mandat ndërkombëtar. Në Kosovë valon flamuri i SBA-ve. Pikë. Po ky rani Dhe kjo Kosovë është pjesë e buxhetit mbrojtjes të SBA-ve. Ky dëbim i madh që po bëjnë vetë serbët në SBA. Atje korridorët e Senatit të Kongresit. Tash kjo është kthim atje i serbëve me kaq. Shive, tani ti e din në cenzusin e cilit vit ishte kjo. Pas vite, domethënë pas lufte po, por nuk e di cilit vit kur u bë cenzusi atje Kosovë shqiptarët nuk dolën komunitet. Kurse serbët janë. Na do të më pranojmë këtë realitet. Ka një lob shqiptar amerikan, por si jemi komunitet, nuk kemi dhënë bazë të rezultateve zgjedhore që në evidencë atje. Dhe serbët janë edhe shumë fuqishëm. Mos harroni, ishin të pazë serbët, të pandikim. Pandikim. Tani raportohet se ndikimi i tyre po rritet në. Po, shife, çfarë po ndodh? Edhe këtë duhet me vënë pana se po na ikin nga një gjë. Serbët me mjeshtri po shfrytëzojnë ndryshimin e gjeneratave diplomacisë. Pra, tani po vjen një gjenerat krejtësisht e re në diplomaci, edhe amerikane dhe botërore. Dhe serbët po luftojnë me narrativin e tyre me përfitu këtë diplomacitit, këtë breztrit dhe diplomatëve, të cilët nuk e kanë njohjen për Kosovën, as emocionin për çështjen e Kosovës, siç e kanë diplomatët deri tashëm. Edhe në administratën e presidentit Trump, jo dini që ka njerëz që edhe kanë bërë Shqiponien, edhe kanë mendim për Kosovën, kanë afërsi me shqiptarët e tjera. Ma herët presidentat mos flasim Clinton e Bush e tjera. Por tani është një brez i ri diplomatëve dhe këtë hapësirë po shfrytëzon me mjeshtri Serbia për të ndikuar, për të shitur narracionin e tyre për një Kosovë e cila sipas tyre ju takon e ku ta diune. Pra, se shqipet termat e drejtës ndërkombëtare janë shumë interesant në raport me Kosovën dhe ndërhyrjen e NATO-s. Prandaj, po, ajo që po ndodh tani në këtë status quo që është kriju kaq kohë gjatë, që ka qenë pasive, që ka thënë e ka lënë në agoni si Kosovën. Domethënë ne jemi marrë me vetveten gjatë gjithë kohës. Dhe çdo vendim yni ka qenë një vendim i cili faktikisht asnjëherë nuk është përkrahur. Çdo vendim i kësaj qeverie nuk është përkrahur nga aleatët kryesorë. Dhe është goditur në anë parë nga SBA-t. Dhe këtu tani është shife propaganda, është mjet i rrezikshëm i regjimeve diktatoriale, regjimeve me mendësi moniste. E hapin, kjo është taktizimi amerikanëve. Këta i thonë na po të bëjmë pak vrejtje ti, kryj detyrat. Po s'është e vërtetë, Amerika nuk bën këto lojësh. Sepse Amerika ka matematikën e pastër, se nuk bën për hatër ta skujt. Amerika përmbush vetëm objektivat gjeostrategjike të veta në botë, e që janë në shërbim të paqes dhe sigurisë globale. Berisha ju një ushtarak. Në fushën tuaj, shumë kolegë të njëjtit bransh kanë thënë që Serbia ia mësyu Kosovës në 2023 me sulmin dhe agresionin përkatësisht që kreu nëpërmjet terroristit Radojićit që shumë terroristë të tjerë, me sulmin në Varag, e nxiti dhe bëri atë, duke në një klim, në atë moment kur Kosova nuk qëndronte mirë me aleatët, e shfrytëzoi këtë raport jo të mirë të Kosovës që e kishte dhe ende thuhet që nuk e ka të mirë me aleatët. Prandaj po them, këtë raport jo të mirë që Kosova aktualisht e ka me SBA-t, me çana tjera. A mund ta shfrytëzoj Serbia këtë lëkundje, nëse mund ta them, këtë shqetësim që kanë aleatët për kursin politik të Kosovës, që t'ja mësy Kosovës? Absolutisht. E para, mësyrja drejt Kosovës ka qenë në periudhë në kohën e Trumpit një. Është vërtet se atëherë ka qenë një general serb, tash po flasim me emra, i cili ka pretenduar dhe të cilit komandanti i forti është përgjigjur prerë një lëvizje trupa drejt Kosovës, do të sulmojmë. Ka qenë periudha e pushtetit Trumpit një.
Atë botë kemi qenë në ministri dhe ka ardhur vetë komandanti i KFOR-it, ja ka thonë atë kohë ministri i mbrojtjes, Rustem Reqja. Se kështu ka pas zhvillime. Kur presidenti Trump e thënë në mandatin e tij dytë se kom nalë një luftë në Kosovë, presidenti jonë ai e kishte thënë fiks 2 javë përpara këtë deklaratë dhe e pyesin presidentin dhe kjo thotë po, se e pa informuar, edhe me dëshirë që tash me bën një lloj pro-amerikanizmi sepse po përplasej me Kurtin, që deri atëherë kishte alat, edhe ishte pendu se ka pas mendim negativ për të sepse ky kishte qenë gjeniu i kombit, shpëtimtari, edhe thot po, ka pasur e ka dalë thot një sulm që ka mujtë më zhvillu para 2 javëve, që s'është e vërtetë, ku deklarat lejthitje e saj, kanë lejthitë edhe këshilltarët, sepse presidenti Trump e bën deklaratën para 2 javëve që të vitin 23, kurse flet për mandatin e tij të parë kur e ka dalë sulmin që vërtet është planifikuar. Pa kontradiktorisht edhe i gjithë lajmi. Këtë është ajo në rregull, se mënyra se si i thot presidenti Trump e këtu në Kosovë mundohen me relativizu, çka ka thënë marrë. Jo, unë jam dëshmitar. Presidenti Trump që ka thonë, ai me të vërtet mundet mos mi di detajet ndoshta, se është president që ka do informata pak më të mëdha se sa Kosovën tonë të bukur, por ai desku që merret me Kosovën, këto detaje kanë transmetuar se në Kosovë Serbia ka dashur me bëj intervenim. Se është nal. Dhe komandanti i KFOR-it ka qenë italian, kur ka ardhur në zyrët ministrit mbrojtjes. Dhe i ka thënë se një lëvizje trupër drejt Kosovës ju sulmojnë drejt Beograd. Prandaj, kjo ka ekzistuar për atë kohë. Ka qenë ai generali Diković nëse s'ka bëj. Pra, kjo ka qenë e vërteta. Se Serbia ka synuar, Serbia synon edhe zot, edhe nesër. Nuk heqet nga doktrinat, as krishtare as politike të Serbisë, ëndra për Kosovën. Prandaj, luajtja në këto karta, siç ka luajtur Kurti deri më tani, e ka sjell situatën deri aty sa Bashkimi Evropian po pretendon se po mbyll çështën e Kosovës duke i bërë disa koncesione, cilat kanë ato. Për shembull, po me rujt stabilitetin politik. Shife, rujtja e stabilitetit politik është një koncept të jetë i gabur, është i mirë në parim, por jo pas zgjidhur problemin politik, jo pas zgjidhur problemin e njohjes reciproke. Në bisedime këtu për status quo, jo për zgjidhje. Pra, aty kanë luftuar për një stabilitet politik, një status quo, veç mos të ketë konflikt. Evropa dëshiron me shmang konfliktin në Kosovë, sepse është një konflikt që implikon Ballkanin. Aktualisht, a është i shmangshëm konflikti sipas jush? A mund situata në mënyrën se si është tash të shpihet drejt? Ja, absolutisht ja. Pse ka qenë sigurt? Absolutisht ja, ky është territori mbuluar nga NATO. Shefe, njerëzit po harrojnë kur flet nga jaki, po kryeministri thotë po do më sulmu Serbia. Kosova ka full sofa agreement me Ajovën. Në Serbi, Garda Nacionale e Ajovës. Në Serbi e operon Garda Nacionale e Ohajos. Dhe kur merr vendim, çaj farë komandanti o shefi i shtabit madhërisht atje të jugut të armatës së Serbisë. Kjo oficer amerikan është çto. Siç i kemë na këtu. Prandaj nuk ka logjik. Tani herë kur ka thonë Kurti, unë diçka kom marrë. Pjesë e strategjisë tij. Si është agresion kjo që ndodhi në Banjsk. Po, në Varrak. Po, ajo është një temë tjetër ka dorë. Për ta aneksu. Po, ajo ishte për të krijuar kushte që të krijohet një realitet faktik në terren që më pastaj ky realitet mvishet dhe me zgjidhje ultimative politike, qoftë nga një proces ndërmjetësimi etj. Unë kam bërë atë një analizë në ditën e dytë, se ditën e parë kam shku drejt për drejt. Kam shku me do persona që kanë të drejtë me pas akses a ne, që flasin shqip normal po anglisht. Edhe kam shku drejt për drejt. Kam dash me pa drejt për drejt zhvillimin, si ka shku. Dhe kam bërë një analizë zgjeruar. E kam heqë veç një element. Elementi ka pas të bëj, e kam heqë nga analiza vetëm elementin e dekonspirimit të krejt lojës atje. Si është bë. Ato kam heqë, sa jesë do të sigurt. Përndryshe e kam quajtur skenar, e quaj edhe sot skenar, dhe ka qenë skenar i 4 personaliteteve, të cilat asnjëra nga ato nuk e njohin për kushtetin e pavarur të Kosovës. Borellit, Llajçakut, Vučićit dhe Kurtit. Tash unë thoni më njëherë se një ka thonë Kurtit, kryeministri i Kosovës, po, Kurtit, i cili kurse ka njohur këtë shtet pavarur të Kosovës. Dhe asnjë hap deri tek ky shtet që kemi sot. As luftën e ka refuzuar dhe ka kundërshtuar, as lirin se ka dashur bashkëpunën me Shqipërinë, as pavarësinë e ka quajtur akt tradhtie.
Se da duhet me bo bashkim kombëtar, atër diku Iran mend me lexu kushtetutën tevore Skënderbeut, po kushtetutës më na lejoj ka bo bashku me asken. Po ka dalë herë se Kosova nuk ka pas qaq fuqi sa vetë me bo edhe luftën edhe lirinë edhe me fitu pavarësinë. Ka fitu me aleat dhe kur fiton me aleat atër ki me respektu rregullat e lojës të fortit. Sepse unë shpesh ndëgjoj thojnë jo që ke lema ka shtyr Amerika se sa për juve, NATO se sa për juve. Po shumë e vërtet. Na kemi nisë luftën për liri. Dhe na kanë mbështet aleat. Mbështetja e aleatëve ka dhënë si rezultat i politikave të mençura, të leadershipit politik. Qoftë 10 viteve të Ibrahim Rugos, qoftë Hashim Thaçi si drejtor politik i UÇK-s. Mos harrojmë se Ukraina sot do të 40 milion banor. Ka 100.000, 200.000 ushtarë. Ka pas koka bërthamore, tash ka gjitha llojet e armatimeve. Dhe po duhet mu përballë me Rusinë. Pra po përballë si me luftu Kosova me Shqipërinë. Nisë është ajo në aspektin e rrotës. Dhe është kush ka lufton në Ukrainë? Ukraina vetëm, UÇK-ja Ukrainës ka lufton ajo. Këtë bota është atë. Këtë bota po lufton për Ukrainën. Ato lufta e tretë botërore veç territori lokalizuar në Ukrainë. E këto që kanë atë logjikën, ka zgjeruar NATO, po ka zgjeruar NATO. Veç NATO na ka përkrahur. Aeroplanat B-52-shat kanë marrë koordinatat e mia dhe kanë bombarduar ku kom dashur. E unë jam kon tokë. Sepse kur erdhi generali NATO-s me bisedu me ne, po përcaktonin drejtimin e futjes së trupave, u taku më ishin orë të hershme të mëngjesit. Agim Ramadani, Rustem Berisha, unë dhe biseduam. Ai të kallëzesjen ka i studiojnë hyrjen nga ona për Izraelit Vermisës apo nga ona Qafmorisë këtu të Gjakovës. Dhe Agim Ramadani tekstualisht u përgjigj këtu, bashkë kështu. Na mbështesni nga ajri për kamësori je vet. Dhe ashtu ndodhi. Kamësëria ishim ne. Forcat ajrore ishin B-52-shat e Amerikës, NATO. Kamësëria e NATO-s. Ne ishim kamësëria e NATO-s. Ne kamësëria UÇK-s. Po. Vjen keq. Ne ishim kamësëria UÇK-s, ne komandonim me territorin. Për një vit e Dhe forcat ajrore, divizë guerile. Forcat ajrore të NATO-s u vunë në mbështetje të UÇK-s. Pra koordinonin me ne në teren. Se ju vjen njerëzve keq me e thonë kështu. Drejtoria operative e NATO-s që ishtë në Tiranë. E ata shojnë një ekip në prapavi tonën koqare. Kishtë edhe në vendi, sa ta kanë shtirjen e vetë strategjike. Dhe koordinonin drejt për drejt lëvizjet tona në teren me sulmet nga ajri. Unë personalisht kom marrë urdhër të rreheqi trupat për kaq hapësirë mbrapa, se do të sulmojmë në këto koordinata. Pra një koordinimi plot. S'kush e solli këtë? Këto nuk e kitë të ligjeruar, e kitë përjetuar. Jo, kom jetuar me lëkur vetë, unë kom përjetuar dhe luftarë që s'kanë pranuar më tërheq. Nuk dojmë kam sy për para. Po masanena dina që kemi nxjerr për idheut, se ju nuk e dini çka më të rrotë Tomahawk për mi. Veç serbët e di çka është. Prandaj nuk pres se Serbia me provu edhe një herë Tomahawk për mi. Ani tash kanë dalë këto B2-shat, këta janë edhe më të mërshëm se 52-shat. Prandaj këtë sulmin e Serbisë në aspektin ushtarak nuk e shoh të mundshëm derisa këtu ka NATO dhe flamur amerikan. Në momentin që heket flamur Amerikës, e kam thënë ta them me përgjithësi, 5 shtete për rreth Amerikës nuk e bojnë buxhetin ushtarak që ka Serbia. Dhe kështu matën forcat. Kur e them këtë, do të thonë se të 5 shtetet mund bëjmë luftë partizane na bëmu që ke prap. Por fuqia matet me buxhet që kiti. Apo kupton? Prandaj këto trimat tash këto që më nxjerrin gjyksin këto kur flasin për Amerikën, i thojnë Amerike, shtëpia e bardhë dhe verdhë. Këto duhet me pa populli me syrin e njeriu që ka i sjell rrezik këtij vendi. Imagjino ministri jam i mbrojtjes, se kom djalë mirë, oficer i mirë. Thot në një përplasje me Servisë na duhet ndihma këtu. Pa, ka deklaratë më skandaloze. Ka deklaratë më skandaloze. Po ekzistenca e Kosovës varet nga qëndrimi i Amerikës këtu ose jo. Pikë, du ta themi hapur. Kosova është shtet i ri, shtet i vogël, me numër banorësh të vogël dhe sado forcat që të krijon nuk mund të krejt popullin me bon ushtar. Nuk ka as kapacitete ekonomike me bon shumë ushtri. Prandaj mençuria nuk është sasia armatimit dhe numri i ushtarëve, por aleancat që ti lidh. Me aleat fortë sa ti bën mik. E na çfarë kemi sot? Nga qeverisja e Zotit Kurti. Dialogun me strategjik e kemi të ndalur. Me shëbat. Dialogu strategjik njëherë dikush i veves tha komunikon mirë të bërë ndërprerje, një farë që e mojnë ata si në fushën e mbrojtjes së sigurisë e mojnë aty. Por dialogu strategjik nuk është ta flet ti me Trumpin me telefon.
Dialogu strategjik përfshin gjitha fushat e zhvillimit, ekonomike, arsimore, të sigurisë, gjitha, diplomatike e tjera, shkollimit e. A dini si investojnë, veç Kosova e ka dire qilë, sa do në që. Çdo shtet e ka të limitume, 1-2, kurse Kosova e ka pa limit. Dhe sot jenë mbyllë gjitha këto si rezultat i politikave të Kurtit. Këto duhet mu lexuar nga mërgjimtarët dhe nga qytetarët. Se prishja e raporte me Amerikën do të thotë kthemi Serbisë në Kosovë. Do të thotë kthemi Rusisë dhe ndikimit rus në Kosovë, në rajon. Se proksi e Serbisë në rajon, në Ballkan, Irani i Rusisë në Ballkan është Serbia. Irani i Rusisë në Ballkan është Serbia. Dhe geostrategjinë e vetë që e ka përmes dhëun dhe dalin në Atlantik për ta izoluar gjoja shqiptare e ka përmes Serbisë dhe Ballkanit. Jo, rastisht ndodhi Krimeja, lufta në Ukrainë dhe kapja e Odesës dhe tendenca për të kap edhe detin zi për para se s'ka dënë të marrëveshja Lozanës për Bosforin. Nuk është e rastit. Pra, kjo është loja që u zhvillu dhe tani me ushqy status quo në të gjitha këto objektiva gjeostrategjike ruse dhe serbe, kujt i shërben atë? Kur vetë Departamenti Amerikan i Shtetit thotë, hey, nuk ju konvenon ju do ta mbyllni marrëveshjen me Serbinë. Dhe kishte aksiome njohje reciproke. Tani është hek njohja. Tani folet për çështje teknike. Çfarë karakteri? AEP se po tentohet gjithmonë me atë retorikë nacionaliste, me krijuat populizmin dhe me opinionin, me gjëra folklorike. U hap ura. Si u hap ura? Cili është kushti për ta hapur atë ura? Dhe hajde ta studiojmë fizibilitetin e kësaj hapje. U hap ura për të bërë ligjin për shtetësinë, apo? Për këta u hap ura. Cila është ma me peshë tashti? Një urë që ti kur e kalon, këtu ka një mur betoni. Që s'do thotë s'kalon ti tutje sheshit ati, sheshit ku kanë nuat lapidarin e. Pra ti du të më kthy prap, ose në të majtë, ose në djathtë me kalu në urat ekzistuese që janë aty. Ura u hap me çmimin e kolonizimit të Kosovës. Pik. Ura është vetëm një mbulesë nacionaliste e një ligji që ka me ta kthy kolonizimin e Kosovës si në kohën e Miloševićit vitet 90. I ligjit për shtetësinë. Dhe këta u munduan ta mbulojnë me atë gjoja, po ja u lehtësojnë këtë çështjen e statusit si këtyre që lidhin jashtë apo në luginit për shembull tjetër. Ky ligj është ekskluzivisht për kolonizim të Kosovës. Njëjtë siç ka bërë, po Milošević e bën të mëdhun, s'na ka vetë. Edhe i ka ndërtuar dhe i ka provë se ka vetë kërkon. Tash ne po ja u bën vetë. Është e vërtetë se Kushtetuta e Kosovës thotë çdo serb që në janar të vitit 98 ka qenë Kosovë ka drejt statut shtetësisë. Procedurat duhet të jenë. Por ligji duhet më thonë, çdo serb, por që dëshmon etimologjinë e vet, etnogjenezën e vet, përkatësinë etnike të Kosovës, që ka varë gjyqit dhe stërgjyqit. Kriteret të Jo, çdo serb që ka pronë të trashëguar që ka konsoliduar në Kosovë. E jo kolonet e Kroacisë të Bosnës e do të vrakës që po dojnë me shkëmbyer dhe konsulata me Kosovë lindore. Prakaqorët janë mbi Shkodër atje. Ata janë serbët që kanë qenë në janar 98 këtu. Një bombe kurdisur. Fati që unë jam lind këtu se unë s'jam konë në janar 98. Një bombe kurdisur për Kosovën. Pra, kjo është një, jo për kjo është një kurzim. Shife, unë e kam thënë bre, kur i kam thënë, këto e marrin se e kam me ambicie me Kurdi, jo bre se kam ambicie me Kurdi. Edhe në foltorë, kur pranoj statutin ndryshe për asociacionin, pra një autonomi territoriale politike, po e pranon edhe vetë, a keni bën deklarata publike të Blendivezionës e pranon apo një gazetar tjetër. Është të autonomi politike, është një, ata i thonë Republikë Serbe, është një shtet brenda shtetit, e pranon edhe ky. Dhe e ka pranuar. Ky kurdi që ka thënë as bëj dialog e lemo me pranuar në asociacion. Pra kjo ishte alternativa ndryshe që u bën ofertë elektorale. Por me një veri tash, në qeverisin e Kurtit që ata pretendojnë Berishas që i kanë dhënë kuptim asaj Kosovë të shpallur të pavarur me 17 shkurt. Po, në qeverisin e tyre, zoti Kurti pretendon që veriu i Kosovës burri i madh të shtetit si kur ma përpara. Burrshteta si i madh i këtij vendit, Hashim Thaçi, nga Haga para 2-3 netën. Po. Ju tha, Kosova e ka datën e shlërimit të vet me 20 qershor 99. Kosova me 2008 është shpallë pavarur dhe deklarata e Shtetit Bashkuar të Amerikës
e njohim shtetin e pavarur të Kosovës, ndëgjoj mirë këto, në kufit ekzistues. Në kufit ekzistues. Pra me gjithat veriun mrena. Nuk e ke shtri për shtetin ti për çapo diun sa pi bjen aty. 7-8 vjet. E vërteta është Deri që kishte 2011. prezencë të institucioneve të shtetit të Kosovës, të fortë atje. Shumë e vërtet. Dhe Shumë e vërtet. disa gjëra janë në sipërfaqe tani. Shumë e vërtet. E kish liru Kosovën, ka ndodhur ajo që ka qenë gabim strategjik i uni. Sa ata serbë që mbeten, është 10 milion me jetu aty ku janë. Këtu u bon dhe budalache, për njerëzët papjekur, ose njerëzët që kishin deficit nga lufta dhe deshin me tërgu patriotizm liritash, dhe që ndodhe serbët u koncentru në enklava, dhe të kriju një enklavat mas lufte. Një model linjor i tyre, që nga Kroacia. Po, shëfe, na i kontribun pak, sepse nuk ditem mos sjell si fitimtar dhe çlimtar. Dhe jo, nuk po flas për luftëtarët e Mirëfill. Se mu bëmi kolon, rreth bëmi. Kom kry mision me ta në vitin 99, tash. Po dulen do këtu tash që i kishin e blenë, se ta bëkeli uniforma, i blenë do uniforma dhe dulen me kallëzu patriotizëm. Aty ku s'duhet me kallëzu. Jemi leri, na jemi të fortë, na jemi fituesit. Dhe fituesit gjithmonë ka një lloj, si them, generoziteti në raport me humbsin. Edhe Bill Clinton kur ishte në Kosovë, Berisha, më falë për ndërhyrje, në një fjalim historik të mbajtur në Ferizaj, ishte i qartë, një fjali shumë kuptim plotë dhe me thonë, ne fituam luftën, ju ndërtoni paqen. Dhe mos guxoni me asgjë ta imitoni Miloševićin në regjimin e tij. Me asnjë veprim politik. Nuk guxoni ta imitoni regjimin e Miloševićit. Kjo është formula, kjo është qelësi sigurisë, me cilin edhe u bë Kosova shteti i pavarur. Dhe çfarë bëjmë ne? U krijum këto enklava. Dhe tani ato enklava janë të etabluara, kudo që janë. Ndryshe është kur ti integron, se formula kroate kjo është. Atë pjesën e Podunavljes, dikun 600.000 serbën, gjithë janë asi kriminal që kanë marrë pjesë në krijimin e luftë të Kroacisë. I integruan kroatët. I integruan. Bon marrëveshje, ratifikuan kufirin ndërkombëtar të Kroacisë me Serbinë. Pastaj tha urnani tash. Edhe ata lypin stacion atje, edhe sa të kësaj dite. Urnon tha, unë të drejtat e qytetarëve kroat, të Kroacisë i kam të tabluar në kushtetut. Çfarë po doni ju? Prandaj sot po them një gjendje e fortë të shtetit Kosovës në veri. Prandaj, ne do ta theksojmë këtë. A shumë ambicjet e tyne për ta fragmentarizuar, për ta bërë Kosovën? Jo, ka ndodhur kundërta. Të ne, si? Po, është e vërtetë se nga që shohej deri në vitin 2011, ajo zonë ishte lënë pak asaj, si them, orvatjes ndërkombëtare. Jo, ishte tendenca me i trajtu me një qasje më të butë serbët lokal. Po. Mos me u kry tash Kosova në një vend agresiv ndaj tyre, pra mos me imitu Miloševićin. Po. Dhe u toleruan. Ata shfrytzuan atë hapësirë për të llojet e keqpërdorimeve. Bashkëpunuan me besa dhe me shqiptarë, me tregti të ndryshme, fiktive, barteshin veç letrat e ecshin milionat. Ne kemi ditë këto gjëra. Por amerikanët kanë atë madhështinë, duhet tolerancë. Deri në moment, nuk shtrëngohet me njëherë ki, po, si thënë në përfshatra tona, me arrej ato rast, shpejt me ashtrëngu, fles. Prandaj duhet qetë, nga dalë, ne ishim të ndërtu shtetin. Ne ishim të i binë serbë se kjo është shteti pavarur. Ju mundi mu që ka pak që ty me thonë, jemi të pagnashune, ovoj e Serbia, ku ta diune. Por kjo nuk është Serbi, mo kjo është Kosovë, dhe ju duhet mu binë çdo ditë më shumë, sa është edhe shteti juaj, dhe ju duhet ta respektoni. Dhe doli që? Dhe doli që në vitin 2011, ja qitëm Serbi, 2011, shif sa farë dorimi, pej 25 korrekt, po. Ja qitëm kufi pika doganore. E i tham, tash shka mo me shti kamiona nafte, budalache e tregti, që shdushti. Se shtu kufini Kosovës, o dogona Kosovës. Me 2011. A për fillin ju, dinis ne kanë kalla të vrajnë Verzyberi. Kanë rezistuar vazhdimisht. 2014, policët tanë i kanë njekë në për banesa, në për rrugë lagjësh, kriminalet serbë. Dhe qytetarët serbë ju kanë thonë, ju lutëm se na kanë lodhur shpirtin. Unë jam dëshmitar, ku më shku me policët të njësive tona. Në një familje serbe në mesnatë, 11 natë. Ju tha se dini tha, që kur kom letën, tha orajl, kur kom e dalune, kur qika tjetër. Tha ju shkonisht tash. Tha tash vinat atjerë. Barikata. Edhe jo, tha bojnë me një që ka dojnë. Po. Edhe ka të pjesën tjetër që bojnë. Pra i dhunojnë. I kesh trajtojnë. Ata, komuniteti serb atje në ka vujnë për i serb vetë, tipi trajtojqiqit.
Ata shohin ndërhyrjen e policisë Kosovës si shpëtim. Pra, u toleruan, u bë marrëveshja 13-s. Afati për implementim për Serbinë ka qenë viti 2016. Nuk i implementoi Serbia, Amerika modhe, okej. Që edhe një afat, 2021. Viti 2021, dini ato zhvillimet e shtatorit, nuk e implementoi Serbia. Dhe Amerika ja kishte dhënë prapa fatin, sikur mos të kishte qenë kurti me këtë reformatimin dhe diversionin që e boni në proces. I kishte dhënë prapa fat. Deri kur ja ndali edhe naftën. Kur e dorëzoi ekonomikisht. Tash i kishte thonë, shko zbatoj marrëveshjet e 13-s. Pra Amerika është e madhe, shifë Rusin. Fundi i Rusisë, varri i Rusisë është Ukraina. E dini se Rusia ka modernizua për Amerikës? Nëse disa kryeministra janë rrëzuar për shkak të dialogut me Serbinë, a nxori këtë mësim edhe vetë Kurti nga mënyra se si komuniteti ndërkombëtar kishte komunikuar me gjithë liderët e Kosovës, duke i futur ata në skema pa shtekdalje, në një proces që në fakt po e shtynte konsolidimin e Kosovës në si shtet e marrëdhënie ndërkombëtare. Mësoi Kurti prej tyre në këtë aspekt, sepse një gjendje tjetër nga ajo që e shohim në veri të Kosovës duket e qartë Berisha. Hajde. Duket e qartë, ki prezencë të institucioneve të forta të Kosovës atje. Tani, sa janë të qëndrueshme, këtë nuk mund ta them. Por aktualisht situata në terren duket e tillë. Domethënë, skemat në cilat të futën krejt kryeministrat e kaluar që s'ka pas shumë, ka qenë marrëveshje finale me njohjen reciproke. Po. Ky është versioni i fundit pas marrëveshjes Washingtonit i Brukselit, all in one me njohjen që u tallë Kurti në Kryt, në mes ose në Besht. Ai kujtohet në parlament u tallë. Por ishte marrëveshje all in one me njohjen. U zgjat ky proces. Dalu tash te. Ky u zgjat den vitin sa erdhi Kurti. U toleruan sjelljet obstruksionistë të Serbisë. U toleruan, normal që u toleruan. Ndërhyrjet e saj. Se për çka po flasim le? Hajde flasim sa, për çka po flasim? Për një Kosovë që me çfarë fuqi ekonomika, ku ta diun, demografika, ushtaraka, geostrategjike si poziciona i ofrohet botës ose Amerikës për konkret. Përballë një Serbie që në tënë aspektet është shumë më larg se shumë vende të rajonit. Për çka po flasim ne këtu? Përballë një Serbi që mbështetet nga Rusia, nga Kina, nga shumë vende tjera. Çka nuk shkoi mirë, çka nuk u lexua mirë se nuk u lexua mirë gjatë luftës. Nuk u lexua mirë skema në cilën po thuti që fut Kosova. Erdhi te marrëveshja finale all in one me njohjen. Dhe erdhi Kurti jo rastisht, por me projektin për Republikën e Tretë dhe e bëri reformatimin e dialogut dhe të marrëveshjeve. Dhe çfarë solli? Planin franko-gjerman me pikën 7 dhe vetë menaxhimin. Vetë menaxhimi nënkupton të drejtën e një komuniteti për të jetuar autonom apo i pavarur brenda territorit një shteti tjetër. Tipike për asociacionin që ka pranuar Albin Kurti, statutin e cilit ka pranuar dhe që promovon autonominë territoriale politike, që vetaj personalisht e pranon që ka një lidhje direkte me Beogradin. A është më e durueshme një situatë e tillë, një asociacion në zajednis, me një Kosovë më të fortë në prezente në veri? Ja. Kosova është prezente në veri në mënyrën më të fortë të mundshme. Kosova ka pas gjithmonë forcat ushtarake në veri. Ka qenë, por shtrira ishte graduale. Jo, graduale ka pas forcën ushtarake në veri. Në kufi, thujem ti ju. Unë po them forcat e Kosovës. Flamurit amerikan. Unë po them forcat e Kosovës kanë qenë në veri. Me mandat ndërkombëtar për të garantuar ambient të sigurt dhe pacenueshmëri të kufive. Që quhen KFOR, Kosovo Force, veç në anglisht quhen. Për cilat forca po do më fol ju? Se kjo është në formim. Tema ti logjikën populiste të në partizanëve që ja mushin mendën njerëzve që skuptojnë nga ato tema. Kosova ka qenë e mbuluar ushtarakisht permanent prej vitit 99. Permanent. Në veri ka qenë KFOR-i. Ka pas letër 2013. Por pasha u minua Berisha nga grupet subversive serbisë. Gjithmonë kanë ekzistuar, gjithmonë do të ekzistojnë. Pacha po mbaj e minuar. Pacha po mbajnë nga prezenca ndërkombëtare. Direkt. Po, nga prezenca ndërkombëtare po mbajnë. Tani po them. Po, edhe tani mbahet. Edhe tani mbahet. Po, është. A dini se ka stabilitet në veri? Derisa s'don fuqiçi me imi destabilizuar. Kaç ka në veri? Apo do më e kletë dushkin krejt kështu.
Ku i pja shesin këto pralla, këtë trimni e patriotizëm, me jalmo kryt ati dronit, e me dalë me kalzo Nuk po hobitë. të binë Gjelal Sveshla pushjet fare. Gjelal Sveshla Po. është njeriu më destruktiv, edhe unë do të po të kisha shërbim inteligjent Mirfield, një FBI, jo këtë që e kanë kompromitu. Gjelal Sveshla del në tabor tjetër. Sepse në çdo hetim, Gjelal Sveshla ka dëmtuar, procesin e timor ka dëmtuar, provat dhe i ka thonë sinjal, palës që po jetuaj, kujdesën çdo fushë jam ka të njëki. Edhe sot shifën ngërmime, u gjet një kallash, u gjetën dogjoja. Këto lidhen, me rëmenti, dele bën publike në lajmë. Unë njëherë, u lajmë të ishin Shqip një media jona. Shqip ishin. Edhe mu, truni ma thëjke, a ka full sërbisht, a kanë shkru sërbisht, a ka i përkëtu Shqipa. Kallëzoj kësi kanë lidhje me një vend ku pas ka të varë masiva tjeti ku brenda Sërbis. Kjo gjurëm është gjetë këtu. Kjo gjurëm është gjetë të këta të vdekur, gjoja të ato balistike. Si ku zënë mërë me dhonë t'i lajmë, çfarë lajmi ka Nuk zbulohem shësit. Si del mërë ministri, Po. del ministri, komandanti për drejtori policisë, e tregojnë pralla atje që shkapen armatim, që po bënë hulumtime, që veç prokurori. Në shtete normal veç prokurori. Po ka i duhet për populizëm e bo patriotizma. Gjetë e marë. Prokurori flet për ato tema. Veç prokurori. Në shtetin normal ligjor, në shtetin ku dënë ti me fut diktatin e individit, kur dënë ti me instalu atë mendësi se na jemi herojt e këtë këti procesi, vatë që të si që po bojnë këta. A i duhet më etu. Tu s'ka FBI. Ka një aki. Si ku të kishtë FBI e futën bërg. Për dëmtim, procesit e prokurori specialit bëthë i rejudutëm, mos jep një deklarata për te asaj që ka duhet më dhonë. Se një ka dëmtoni procesin e timur. Sepse vërtet në gropime u gjetën do gëzhojat një kalashit. Edhe qajo të gëzhoja u ledhëshen me një armë diku tjetër. Dhe u gjente dora që i ka vra. Ora, nuk mundesh me thonë ti vesh më ka vra i se prisha. Ty du të kriju argumente që të ka vra. Në gjyqësi, po. Po du të me kriju me lidhë, gëzhojnë në mënyrë balistike me tytën e armës, e arma me numër me gjithë ku në regjistruar në cilin oficer, në cilin ushtar të Jugosllavisë, Serbisë. Këta dulën e thanë kanë lidhje me armën që i ka vra. Edhe o burra, ta është ja i shkon e zhduk, nëse unë e kom pas që të armë, i sen Berisha me qitë numër, që kjo dokument zhdukës, ti gjithmonë lidhe gëzhojen me armën, po kush e ka përdor armën? Pa ko pas sulmi terrorist të 24 shtatorit në Bojnsk, raportohet aktualisht se qeveria Kurti, Trenkos, kishte qu vagonat e trena për i parim në Serbi. Aktualisht po raportohet në media kjo gjendje Berisha. Qa flet për ty? Dëgjë, na kemi një problem. Edhe hero, edhe bashkëpunëtor, ditën hero, natën bashkëpunëtor. Orid, Si i kom thënë foltorën e kuvendit, se nisëm i thonë 2-3 herë tjetë e din që po du me thonë edhe tjetë din që po du me thonë, se kom thonë publikisht o konë bëha madhe. Je ka rëshet në tradhti në bazë të drejtës penale ndërkombëtare. Çdo vendim, çdo dokument, çdo marrëveshje që cënon integritetin territorial dhe sovranitetin politik në territor, që ka ndodhur me marrëveshjet Torit dhe Flan Fakor Xhaman, që ka ndodhur, është vepër e lartë e tradhtisë, pas drejtës ndërkombëtare penale. Pra, ja kom thënë foltorët kuvendit, dhaj e mori shumë kapitale. Ja kom thënë, mos u shantazho kryeministër për shkak të qenies në burg, edhe unë kam qenë dorë të udhës, Serbisë, në atë kohë si student. E di çka bojnë atje. I di në çka marrojnë atje. Mos u shantazho për shkak të torturave nëpër burgje, sepse nuk je fajtor, sepse të mirë kupton populli dhe të gjithë. Çka duhet na duhet me vrata është i gratë që na kanë dhënë nëpër lufta? Jo, më zotni, duhet të pas mirë kuptim. Se kërkush s'ka dëshirë me koni dhënë. Dhe ai çfarë boni e kish gjetë një fotografi që ka bëti kush rastisht me mua që s'kom ditë as kush është. Edhe del kjo ata zhvillon propagandën heroin. Ende të sulmojmë për Fatmir Po, Shehullit ty. e gjetëm thojnë një shpion e bashkëpunëtor Fatmir Shehullit. Kur ka bëu Fatmir Shehulli fotografinë mua s'kom ditë as kush është. Bile kom kujtuar se jam argjimtar se boni çështë. Pra, ky shife me çfarë vogëlsie se kjo është arti i propagandës së regjimeve diktatoriale. E me atë fotografi, del foltore, edhe thot plus ta kanë shkruar fjalëm që mua kurrë më shkruan. Unë shkruaj, unë kom shkruar me 4 fjalime brenda një sesioni parlamentar, seance. Se jam ai bilet, këtë kjo bota akademike e din se sa probleme kam në çështjen e komunikimit të fjalimeve, prallave. Edhe përgjigjen çdo tim. Pra, u mundua me këtë vogëlsi dhe i detyroj këta me këta shajko këta kinez të Facebookut me zhvillu propagandën.
Do të thonë, unë i thojsha, mos bje pre me u shantazhu për shkak torturave. Mos e pranon këtë statut se shkatërrove Kosovën. Dhe e ka rrshet tradhti, ai kthehet ata kmerët me një fotografi që ka bën njëri që unë asë. Po aty këndë kom marrë për ngryk, unë kom thonë disa herë. Kur a keni pat marrshin kur bipi koshare? A dini këndë kom marrë ngryk njeriu në parë liri. Njeriu që me forca speciale më ka bajt babën 3 ditë lidhën për blini. Tu i prit me shkuën, isha rekomanduar në atë kohë ministrit, me shkuën në Dushkaj. Çat njëri ja kom dhënë dorë parë liri. Që babën tonë ka marrë me forca speciale të Serbisë të blini katunit, me këtë katon. E ke ditë? Kush është? Jo, s'kom ditë, se mi pa ditë, e kisha marrë me veti që aty, Tirapi kështu, hajde me neve se po mbyll. Ja kom dhënë dorë si shkon me 10-15 fëmijë para vetë. Njëjtë ka ndodhur me shkollën. Njëjtë ka ndodhur me këtë. Kjo fenomeni së rëndësi. Kur i pa që në zyrët Kurtit, zonës Osmani si president, kapacitete shtetërore, kanë pritur spion. Pa e me sa spionin bashkëpunojnë. Ori, se këtu ka du marrë. Rrëdi, është problemi se na... Shteti ka, ta thonë figurat marifet të ti, shtetëror, protokoll. O, zëtni, ti skip se, une nëzirë në dëgjë. Mund t'i afrot kryeministit e presidentes, a i mund të edhe t'i afros, sepse armit që kanë këtë punë, për të rekrutu njerëz. Mune, që ishte mërë dita e Lerisa, se që ka ishte diçka, edhe në zora, ata djemë të admina që merë me këtë tema, e në zorën një skenë, ku kisha thonë se këtu do të luftohet deri në ushtarin e fundit, deri në pikën e fundit të gjakut. Po. A disha kanë qitë për fundi këta stacionet propagandës. Po. Këtë fotografinë e Shahullit, që e ki Shahullin, që po më Shahullit, që ki Shahullin. Pra, këta jenë sociologjia dhe psikologjia trajtojnë kështu. Njeriu atë kulturë dhe integritet që ka, atë edukat që ka, atë lloj fjalore përdor. Pra, nëse thot këta janë hajna, ajo është hajnë vetë. Sot Albin Kurti me këtë ministrat është hajnë, ka vjedh buxhet shtetit. Albin Kurti vjedh miliona në bazë aditore. Atë kujtohet rrit kur ke kesh. Miliona, po ku kesh më ka. Atë kujtohet kur ke kesh me zo. Miliardë. Ku thonë se Kurti po shkon drejt miliardëve. Miliardër. Po dukarisha fare të mirë, me kaq çarkullim të energjisë sot, ata më mend që se ka prek miliardin. Ti shkuar. Po shfaq e çuditshme brez qysh është na lutash, kjo është para shtetit me çu në Serbi me renovu. O le para shtetit. Kosovën në Serbi dash Serbin Kosovë. Kjo është makesë së parë. Albin Kurti me çdo vendim dhe veprim politik e ka kthyer Serbin Kosovë. Sot Kosova, sot Serbia nuk ka nevojë më për destabilizim të Kosovës përmes aty në lëvizje qytetare pak nasive që ishka këtejke. Sepse ka pushtetin e vetë mbrenda në Prishtinë. Se nuk mundet me i bo kush shumë e rëndë. Kush, dëgja mirë, nuk mundet kush me i bo ma keq Kosovës, se sa ka i bo kjo qeveri. E kjetë izoluar nga Bashkimi Evropian, hoqë në sankcione. Po jo, në është disa sankcione që të ndihmojnë mu përgatit për integrimin Evropian. Po jo, sa i përket implementimit marrëveshjeve të Bashkimit Evropian. E implementimi i asaj marrëveshje është autonomi territoriale politike në veri, e ka pranuar dhe vetë Kurti. Pra, nëse ti jep, ti një copë territoriale në Serbisë, për çfarë politiket mençur komplet. Për cilën politik mençur komplet. Prandaj ne kem një problem, se ne nuk kem ligj lustracionit. Po e ke kërkuar disa herë, po. 1 milion herë. Se po të kishte asi ligji me skenën politike të Kosovës, 80% e shtyre që janë sot nuk kanë shansë me hinë institucione. Merë mërë, shife, se unë tash, me qenë se u morë ai shumë me mu, thash, hajtë më të mirë në dhëmë pak me ta takëshyrë kështë këtë njeri. Për nipin e hoqë, mike, i cilit katon është nip kë? Në të dojeve, hajtë thu ma jam nëse ti këtë. Cili? Nip, ku është një katon? Nip? Nip, Albini. Po. është nipi, thu jam një katonit. Nuk e di. Jam nuk ka ikë se stashë gjorën se i konkret së një me qëtë. Nip atje. Dhe thash, hajde të interesuar pa. Dilke që gjyshi ka qenë komandanti një stacioni policor. Dhe dilke se gjyshi Kara është larguar nga komandanti kur është larguar Ankoviqi, se ka qenë miku më i ngushtë i Ankoviqit. Mdilke pastaj shokurit, këshire mirë të sy, mdilke pastaj, se shtash bjen me në mu, ka të në miskite, se ma bjen procesori, se është ka lyp alert. Mdilke se, dhe me thonë, baba i gjyshit tita është,
vajza ti, apo motra në qenë ka nona i bush Kllukoçit. Po. Pra, po del një rrjet familjari për bashkët. Po të kishte inteligencë këtu FBI, tash do të kishin pas, se si u përgatit ky me arë në skenë politike. Në çfarë rrugësh? Kur u fut ky në skenën politike? Kur u fut? Nga takimi i Brezovicës, që majti Stanishiqi me bukur do që si personalitetet Kosovës. Baton Haxhiu në TV21 për para ndikon Abaxhaku, nëse s'gaboj. Se ka është një kohë gjatë, por kam trujt në atë sekvencë. Thot mora detyrë ta infiltrojnë politik. E ka thënë. Hajko Bille ka katuni. Hajko Bille. Hajko, që merr vetë, për unë i procesoj. Se pak mu kalon se tash ngarkushëm. Edhe do të thonë e infiltrojnë në politikë. Dhe në cilën politikë? E futin në Union dhe e bën lëvizjen e tetojit, një tetoj. Rrugova i madhe këtë mos dilnin në rrugë, se ju rrejnë, torturojnë. Se bëshin të bisedimet e Shenexhitës. E bon. U bo zyra e UÇK-s për midis Prishtinës. Se më bënë një gazetarë e Shqipërisë, tha, po del se Albin ka qenë sekretar në zyrën e përfaqësuese të UÇK-s. A u vetëm kaq. Thash, më falë, ta plotësoj pyetjen se le pak mongut. Në Prishtinë, mu në ditët kur ne po luftonim me Serbinë. Kur drejtori politik i saj hynte me armë, me uniformë në Kosovë, dilte, kurse ky ishte në zyrën përfaqësuese të UÇK-s midis Prishtinës, domethënë, çaq trima të mëdha, ai lejoi Serbia me bë zyrën Prishtina. Ti mund thosh apo Bacadem, jam dakord. Bacadem që mujt mi thon Beograd e ka bë zyra shkon ai shkon. Sa e kontrim, Bacadem kanë mujt mi vrap, po mi tut ja. Je i ka marrë një pesabi bjen, do një shekull i burg, një tretën e një shekull i ka marrë burg, për një ideal. Për një ideal. Me një vizion, kurse kanë rrugë. Kur ti skrahasot me ato? Absolutisht, pse ishte aty? A shkonte mas Bacadem që viziton të gjitha zonat e luftimit. Shkruan të raporte. Ku ka shku këto raporte? Ku ka shku këto raporte? Shkruan të raportin nga çdo vizitë që bëhen në çdo zonë luftimi. Po flet si mja bo hetimin, vettingun të Kurtit. Po kuj ka qu raporte vëlla, ç'ës pja bëj? Kuj ka qu këto raporte? A bën mi ditë? Çka kanë përmbajt? Kush e ata shojnë zyre? Beton Surroj, që manipuloi dy komandantë që se kuptonin lojën e tij. E Arber Xhaferi. Dhe bon zyret të UÇK-s midis Prishtinës. Dhe çun Albin Kurtin aty. Sekretara referenta për kthyesën GTM Qyshdushti. Kryesore informator. Dhe në çdo zonë ku ka shku Bacadem, ky ka shkruar raport. S'është nërë kjo me luftu sa hi. Se ka vesh uniforme. E sot ma bojnë edhe veteran disa generala. Dhe kuj ka qua ato raporte? Çfarë kanë përmbajtje kanë? Ai ka qua aty te ata që kanë atashu se kështu raportohet. Nëse unë japë urdhër në varçe, ai varçet unë kam raportuar. Cilo interesi i madh i Serbisë sot? Prandaj kur thash memorien, kës synon ta regrutoj. Kur thash, jo s'ka nevojë sot më. Ju lutem, tash nuk ka nevojë. Serbia tash Beogradi, Beograd në qeveri. Spionët e Serbisë janë qeveri. Argatet e Serbisë janë qeveri. S'ka nevojë me kon spion. Nuk do, shija, dikuria spion. Kur shteti që pretendon me infiltru në një shtet tjetër, nuk ka strukturë të vetën edhe qyr me ble dikon, me fuqizu dikon, me prunë skenë politike. Kur instalohet, atër s'ka nevojë më për, ashtu sa atër ka bërë politike në koordinume. Ti mi po disa deklarata ku e pash, më edhe e shkrova për besë. Thash kjo du tjetë e shkruar serbisht e për këtime Shqip. S'ka shansë me konë dhe ajo deklaratë ndryshme me bo. Edhe kështu janë thuja se gjitha. Mërzitmi, këtë ligjë që u bo në eldë, për shtetësim, nuk ta kish bon kush ma zije ma keq në interes Serbisë se kjo qeveri. Po e hapi uër në nacionalizm, ku çfarë uër, çfarë vizibiliteti ka, me kalu me kam, ose me kalu me makinë me shku apet me hynë uër tjetëra? Do me thonë ti, po e mbulon ligjin për shtetësin me këto, autonomin territoriale politike që Bashkimi Evropian po insiston në shtator, unë mendoj se duhet filloj përplasja e konceptit amerikan për Kosovën, shtet pavarur, po a kupton e tjera si që është ideur, dhe Kosovën me një status të pa definuar, që mbetet ende pjesë kushtetutës Serbisë, që Serbëve ju jepet një autonomi territoriale në veri, që është e Bashkimit Evropian. E cili, te në vitin 22, të edhin mirë që s'kanë përnu me pas as një ndikim për i shëbave, që kanë luftu kundër shëbave. Vitin 22, kërë panë se nuk më jetojnë dot pa shëbat, tashti po e luajnë taktik. A ke pa akuzat e Trump? Do më thonë, vendet e Bashkimit Evropian, hala, edhe pse ka sankcione e Rusia, hala bajnë biznes me Rusin. Lajmet që vinë nga
ky vend fqi që ka ende mendësi fashiste, shovene, ndaj gjendjes së sotme, ndaj kësaj arkitekture të stabilitetit, të këtillë çfarë është politike me pa parashikueshmëri. Shihet qartë nga lajmet që raportohen se interesi Serbia ka punuar në dy drejtime, me lënë Kosovën që të mbetet rezervat i konfrontimit i grindeve brendshme, edhe të punojnë dimensionin tjetër Berisha për ta konfliktu Kosovën në pikpamje religjioze, duke përdor klerek të ndryshëm. Kush i keq përdori, se nuk është përdorim, strukturat fetare. Kush manipuloj me ta? Kjo strukturë politike, vërtet përpara në zhvilluat asë Nuk ka qenë kjo gajle madhe asnjëherë e Kosovës. Absolutisht. Kush besoj... Na jemi shtet laik. Besoj. Ku të besoj, kur nuk ka qenë gajle e shqiptare kjo. Absolutisht. Nuk ka qenë as tim që na ka përqa. Na nuk kemi pas tolerancë fetare. Na kemi bashkjetu. Qa, sakt. Se o dallimi ma tolerancë me bashkjetesën. Vërtet. Tani kjo këthyn element të tolerancës. Sepse jenë ba agresiv. Kush e ushqejkte? Apo kupton? Unë kur tham... Një pelg që po ushqen ekstremin e mendimit. Polarizim. Qoft politik, qoft kulturor, qoft religios. Gjitha aspektet. Lloj, qoft, këtu është duke lundru. Pacak. Ky lloj i ekstremit në... Në Kosovë janë instaluar të gjitha ekstremet. Ka një polarizim skajshëm. Ka një gjumë e perë që aflitin në kuvend, i perë mërgjimtarë në çfarë gjendje janë. Kjo është e dhemshme. Nuk është kjo irituese vetëm kuptimi se dikush do të pushkatura moshatike. Kupton? Po kjo është e dhemshme. Në çka ka degradu mërgata jonë? Ej, a dikush është mërgata jonë? Lere që kjo daton për gjitha kuve. Duke se s'ishte nga mërgata e fara, duke që... Mara, a ishte, dhe thani martu me serbe, a ishte, ka jeton serbisht ai, pra ato u kryaj, si divit. E loj monash. Po nuk është gjithë mërgata, Berisha. Po, jo, është e dhimbshme këtu. Është një numër i kjo mërgat, po mos të kishë qenë. Në vitet e vështira, se kjo mërgata masliris, kjo është tjetër mërgat. Kas janë mërgat. Unë po flasë mërgata e vitet 90, e para vitet 90. Po. Por zotni, ne ishim dërzu për buk gojës të Milošević. Ata kanë majtë Kosovën në kom. Arsimin, shëndetësi, këtë ato paralele që kemë bon. Por për buk gojës ishim dërzu të Milošević. Se ky popull i ri që është kriju në liri, këta nuk e din që do me thonë në vitin 90, me dalë 2 milion banorë të gjithë, në qofë se kanë qenë punë tonë me dalë për punë. Mos me leju kërkush me shku në shkolla publike, mos me mujt me shku në shërbime shëndetësore, asgjë, hiç absolutisht. Ne kemi qenë një tuf njerëzish që na ka majtë izoluar Serbia, i pa larguar për sa koni misioni KSB-s, as ki pas të mbylli televizionin, i mbylli krejt, dhe ne na kanë majtë këtu në terë, kanë bo çka kanë dashur me ne. Pra, çajo mërgat na ka majtë gjallë, çajo mërgat na ka majtë edhe në luftë. E tani na manë edhe pas luftë më se remetencat që sillen ata janë baraz me buxhetin që ka shteti. 1.5 milion. Dhe manipulohen, shife. Mos mendo ti si ka qenë pa mençur Fatmir Sedieva, Hashim Thaçi kur bën marrëveshje. Që mos me kriju partinë për gaz. Mos me fragmentarizu, mos me milion nuk kriju lobët si në Amerikë. Po. Dhe erdhi ky e gjeti terrenin e shtruar, pa parti, dhe e kesh përdorur ja ku jemi sot. Mërgata e ka dhe un plagë të hapur vazhdimisht. Mundesh më thonë biçi fjalë keq edhe të beson. Edhe ka vështirë me u bind pastaj, ku ta kapi inercioni. Sepse ata s'kan kohë me mendu në mënyrë permanente për proceset politike që bëjmë ne. Ata mendojnë me momente. Çat moment ja u shfrytëzon ky, dhe o burra këtu i ke, ja çfarë gjendje ka sjell. Pra, ka arrit deri aty sa e ka krijuar perceptimin sikur subjekte të tjerë janë armiqsh me mërgatën. Jo, mërzëni. Çfarë mërgata është e shtynë subjekte që kanë operuar më herë. E në vitet 90 dhe më herë se kaq. Pra, janë këta mërgjimtarë. Pas vitit, nuk është mërgata ajo që e organizoi lëvizjave të vendosje në për Serbi. Një grup prishin në për Prishtinë, tjerët në Beograd, tjerët atje, mi përcjell në për Serbi jashtë vendit. Ajo s'është mërgata. Ai është një egzot që organizoi lëvizjave të vendosje në koordinim me Beogradin. Për ta nxjerr Kosovën si vend pajetueshëm, një vend ku s'dorohet skamja, mjerimi ose jeta, ose
zdurohet regjimi i komandantëve Kutadione. Kjo ishte logjika. Dhe, shefe, Të shajnë njerë të urrejnë në Facebook Berisha shumë, të shkruajnë, kanë lirin për të. e dini një skenë ku të regoj një fëmijë të jasharë. A i kështë qenë jasharë, atë s'kom ditë, ta që kom marrë vesh. Është njërin ndër 3 djemë të vegjëq dhe gruën që ja kanë vrarë zënë jasharit. Është njerëve se një djallë kështë e shpëtu dhe ajo është në forcë. Dhe kur të regoj atë fëmijë, kështë nëzirë dikush qatë skenë. Në televizion, që në Facebook. Po, Dhe disha kështë të shkru dikush për fundi. E kishë marrë fotografin të eme, ja kishë vendu këtë shajkaqën e Serbis me kryq SS, dhe këtë qërë kjo bashkëpunëtori i Vučićit, kishë unë e kom luftu. Dhe me thonë, edhe në një ambjent mbyllur, këtë vetëm, për s'ka kur farë përgjimi, s'kisha bo balë me shkru atë, me pas vish i grim gjen Gjak Pastër. Por ata që i Gjak bëjnë, Pastër të? shqiptarve, se për ndrysh, ai që e bën këto, ai ka, le të shkon lirisht, le të pyet, ai ka gjakun e përzirë. Të pyet në familjet vet, ku është bo defekti? Se ka gjakun e përzirë. Edhe mbajen mend për prej se brishe, kam thonë dhe po përzësit, se më kanë thonë mos e thuje, zban me thone. O pobre, në luft kemi qenë 0.28% e 2 milion banorëve që t'ja lapsin sa dalin. Po ade pjallon 10% në kanë mbështetë. Në kanë spjegu. E kanë mbështetë në forma ndryshme. 40%, ka 90 që vetë e kanë përjetu luftën në forma ndryshme, dhe unë se të njekre dhe gëzodit tjerë. Ekstradimit. 60% kanë qenë kundër luftës. 60% janë tipa që thujnë UÇK-ja s'ka qenë UÇK, UÇK-ja s'ka qenë çlirimtare. Ose ai tipi që UÇK-ja ka luftu për pushtet, mëse janë koncert i kanë njekat e enorme. Ose ky tjetër që i thotë të tjerat. E kush janë ta? Veton Sorroj. Themelusi hipokrit e Jugosllavisë, lëvizjes për Jugosllavinë. Ha, kur bente Jugosllavia. Këtë ishin mi shkatru Kroaci, Slovenia, tana, ky bëjke hipokrit e Jugosllavisë, lëvizjen për Jugosllavinë, mi pështu Jugosllavinë, veton Sorroj. I rritën në ambasada. E bëjke u jedinjeni Jugosloveni, Jugoslaven të bashkuar, vitëm 90 apo flas. Po. Kur Rugova kishte filluar lëvizja për pavarësitë Kosovës, ky e bënte Jugosllaven të bashkuar. Bante i rrinte i gajluar për Jugoslavinë, thu. Lutem, Jugoslaven të bashkuar, vllai, mbledh të krejt ka që si koka si vetë në për Jugoslavi dhe luftonin për me shpëtu Jugoslavinë. Dhe pastaj kur u bë skena politike se ju kujtohet rrugës, ju lutem thë ke hapni vota ka pak edhe partive tjera. Kështu ka dhe I boni do parti fshatare, liberale, kutadion parlamentare. Ky zboni dhe ky parti shoku Sorroj. Ky truri mentori politik i Albin Kurtit. E boni Julin, Jugoslovenska Levica, e majta Jugoslave. Kryetari ishte Mira Marković Milošević, gruaja e Miloševićit. Ky ja boni filialin e partisë në Kosovë. Të asaron pushjet, zoti Sorroj, shumë. Po ajo është rreziku më i madh për Kosovë, më i madh se Serbia sot. Mbahen mend nga Isa Berisha. Kosova është në rrezik më të madh nga kjo strukturë neokomuniste, që po dojnë me instalu neokomunizmin në Kosovë, se nga Serbia. Se Serbis, këtë botën mja fanë në gudzëm i këqyrë Kosovën, mësë i mohef në Amerikanë, po atër, i merë këtë shtetë për atë. I këthejnë këta në qyshë sigurësia që pëtëm i këthy. Por sëdja, pra ne jemi në rrezik të madh për kësaj strukture. Për këti që thët, dhe ekipata një ka të emisionin pik. Ekipata që fa trumpetohet atë. Ata veç që s'pothojnë, na, pro Jugoslavet, na jugonostalgjike të sotëm, bashkë me Udben, me Miloševićin e Stanishevicin me këta, na kemi bodhe luftën edhe lirinë edhe Kosovën. Kjo është logjika e emisioneve të tij. Unë ja përcjellja ato me shof, e bëllë meritojnë për i përcjell. Pra, na kemi një problem rrit. Nuk kemi që memori politike dhe lizën e ilustracionit. Dhe pastaj me ditë mirë se kush po vjen nga çfarë drejtimesh. Ku është ku qëndron, po? Ku ishte e tjera? Kush është ai? Prej nga erdhër vëlla. Sa ty do të me kallëzu në kur u bën kuvend. Dole unë foltore, thanë pe viti 2009, tash jo. Çfarë 2008, po 2009. Tash pe 99-s është Kosova. Masi s'po dëni me i sa atë do të me i ndosë tutbes. Po dukesh i etur me çfarë kryt aty komisioni e kësaj rase politike. Po tash tregojmë diçka tjetër. Dhe thash nga 99-ta. Dhe unë po hyj parin filter. Nga Hazreti Ademi, kom po Antonin, mu ka kujtu dhe Adami, edhe Adami dete e Pirat Berisha djali jam. Unë po hyj parin filter. Por po hyjmë gjithë. E jo për 99-ës, për 2009-ës, atër po dalim na që kemi qëndru pak kishëm bërnisht e si jemi involvu në për këto që apë na akuzojnë, po dalim se na pas kem qenë farë budalsh. Ja, vetingu nuk... Po jo më rëzëtni se ne kemi do certifikatat vetingut për NATO-s. Se kishin pa bëhen tim, atër kërë janë zora, ministri mbrojtje dhe kemi të regu qa u blej armatim,
Na kishim njerëz aty kur ne s'kishim certifikat sigurie. Sot që kjo puna e polarizimit me motivacion religios, shohim këto ditë janë poshtu ballinat e portaleve për një kish atje në fshatin Zogaj, Zagor të Vushtrisë. Ishte aty, po e jap në kontekst se ishte prezent edhe i peshkvi, i peshkvis do të Gjergj. Duket se ka një klim të mosdurimit të asaj harmonie, bashkëtese që diskutove më herët. Unë nuk Si e cilësoni spari këtë situacië? Besoj e keni ndjek, Berisha. Unë Në aspektin edhe të sigurisë, në unë po të aspektin flasë në parim. traditës. Ne nuk guxojmë t'i ushqejmë këto lloj përplasjes, as këto lloj ambiciesh. Ne kemi bashkëtuar në paqe gjitha fetë bashkë në vendin tonë, apo dy kryesorë që jemi. Dhe çdo tendencë për t'i ushqyer këtu, për t'i kthyer këtu në mosdurim të ndërsjellë, rrezikon esencën e shtetit edhe kombit tonë. Sepse ne jemi njohur si kom në botë. Jo dini atë demonstrime atë marshën e Tiranës me gjithë klerët fetarë. Ajo i ka tregu botës, në Paris ku ishte ajo. Po, I ka tregu botës se të ne ka bashkëtesë fetare. Dhe tendenca për të interpretuar në këtë formë, për të nxjerrë në taborën e gjatë përplasjeve, kjo është e rrezikshme për Kosovën. Na, shife, Brezionin arrit të kem pas luftën speciale si lamë, si more. Kena mësuar, më duket në kuadër mbrojtja di çka pun, lufta speciale. Kërkush se kupton se si bëhet lufta speciale dhe bash viktime saj dhe kurse merr vesh. Prandaj Kosova është tani është aq dopt në aspektin e sigurisë sa infiltrohet gjithçka. Dhe zhvillohet çdo lloj teme dhe çdo lloj fenomeni. Kjo temë, s'po them rasti kontra, po tema si temë, polarizimi mbi motive religjioze, interes puro serb, i Serbisë. Po, veç po ushqejnë argatet mbrenda këtu. Nuk po vjen Serbia direkt, prej kujt po ushqehet. Janë arrestuar disa klerikë, që nuk po e shtrej rastisht. Po. Ka informacione që ka qenë interes strategjik i serbëve që përdor klerikët, edhe për ta bo Kosovën që duket si një vend i pashpresë për perëndimin. Ato se Na kemi një problem esencial. Çështja e pronësisë së trashëgimisë ortodokse në Kosovë. Është bën një gabim strategjik. Ky plani franko-gjerman dhe pika 7 janë të rrezikshme. Domethënë statusi pronësor, statusi politik. A dini se tani trashëgimia ortodokse e Kosovës është nën patronatin e sinodit rus që është me Selin Dedinin në Beograd. Po. Pra, ata janë pronarë të këtyre trashëgimeve. Dhe mos harroni se janë Dhe asaj trashëgimie të cilën Serbia kishte vjedhur në tytat e armëve. Bravo. Tani me këtë precedentin e dhënies së pronave, mos harroni se çdo objekt religjios ortodoks në Kosovë ka dhe prona. Qoftë që janë marrë në formën, janë dhënë në formën e Nuk është çështje vetëm me fesë, por çështje e prejardhjes kulturore, e asaj identitare. Jo, nuk po flasun për fenë, për trashëgimin. Por po flas për këtë trashëgimi që ruajmë. Sakt. Për vlerat historike që ato bërë. Pra, këtu janë gabimet që janë nga Vjena, Berisha, kanë mi kushtu Kosovës. Janë bërë, nuk i është kushtuar rëndësi etnos trashëgimisë. Po që tu problemi se na nuk i kushtojmë rëndësi të gjërave na duken si përfaqësore. Për shembull, kur thoj ke marrëveshja e Washingtonit për çështjen e hibrit, të autostradës, të hekurudhës që do të kalojnë anë, kërkuar këto kanë karakterit ekonomik që në kurgjo. Mos e kurgjo, por çato me çato hesën komptin disa. Çe mo let na ndje pavarësinë, ta thashë, let na ndje pavarësinë sot në Serbia. Ç'a do me bë me hibrin tash? Se pavarësia nuk hahet. Është një copë tjetër, not. Jo pavarësinë e Kosovës, kaq. Por tashti pavarësia është veç nocion. Kosova është territori, ekonomia, asetet strategjike, populli, arsimi, shëndetësia. Çka me bën tash me hibrin? Kur komplet një treta dhe industria energjetike dështon me bombë të lëvizaj. Pra, kjo është ajo mos kujdesi në gjëra që ne i konsiderojmë si përfaqësues se na kemi veç njërin e pavarësisë. Ka dalë pse njëri e pavarësisë është një akt. Dhe me kon shteti pavarur dhe autonom në aspektin ekonomik dhe politik është dy. Në kësaj që kemi kushtuar, dhe amerikanët kanë këtë çështje, kanë pragmatik. Po e përmend e zbërtheve në fund fare. Në kontekst të kësaj që diskutove deri tash, çfarë do t'i thoje udhëhecëve fetar në Kosovë?
Shife, këta kanë Në përgjithësi, si ushtarak i karrierës, në pension, në një përvojë, çfarë do t'i thojë? këta kanë një përgjithësi të madhe që është e karakterit historik. Nuk është e politika vletore. Përfshin deputet, ministrat, dhe shoqërinë civile, po dhe institucionet akademike. Kanë një përgjithësi historike. Mos të harrojnë se nuk është jeta vetëm sa jeton ti. Apo shifni sa pesh ka, kur dikujt i thuhet gjyshit, ka bë këtë vepër, ose stër gjyshit e ka bë këtë vepër, ose në këtë proces politik e ke gjurmë në stër gjyshit. Sa pesh ka sot, po kështu do të ketë gjithmonë. Nëse ka rrallë njerëzor, kështu do të ketë gjithmonë. Dhe mos të harrojnë se çdo investim që e bëjnë sot, nuk duhet ta mendojnë vetëm për të momentin, por në raport me historinë, me kombin, me ardhën, me të ardhmen. Sa ka rëndësi që ata të përfshihen direkt me vullnet të Tash, qartë, shife veç, udhëheqësit e bashkësive fetare, që ta heqin këtë klimen e polarizimit masovik që është në rrjetet sociale. ti, historia jonë, një shumë figura fetare që kanë ditë dalin nga vetja, dalin nga petku fetar dhe të venë shërbim të atlet, dhe të kombit. Njef historia. Po, Të fundit i ke luftarët. Po Gjanus Zejnullauk, veç një herë dim që ka bojë thirrje, zoti është më i madh dhe në bunker. Bunker që në asë më ishë me me artilleri, asë me kur farfor me zjarrit. po, Se ishtë qasi pozicioni, disniveli artillerisë, goditës e tjera që s'kapej. po ka dhe mësuesa, po, në që këtë gjithë Edhe mësues, edhe profesor, edhe student, edhe krejt. Prandaj nuk bën ti kategorizojmë, apo jo, Po, debati se po. ishte ashtu apo ishte Po, kështu. tani, me marë këtë vlerë, Po. që kem ditë me përfaqësu që duhet, me kthy sot në element përçarjes brenda kombit, brenda shtetit, kjo nuk ju falet, as klerikëve fetar, o bre kur thash lustracionin. Tu duhet me hyjë jo veç politikan, po edhe klerikë fetar. Njerëz me, po, Edhe klerikë fetar. Ne jemi njerëz që jetojmë këtë vend. Mu kap mua jo, pacolja kish boni pa di atje në gjykatë. Po mori, i kom thonë foltore, i kom thonë në kuvent, si më konë foltore veç ullë, në taborin ku ishte PD-ja. Veç unë kam qenë, nuk e di, Po. në shpallë zgjedhje në dëtor, dhe si ishte asë një mrenda. po, E mera jo fjallën, sa ta ishin gjithë mrenda, dhe thot, të gjithë komandantët, thot janë bashkëpunëtorë të Vučićit, edhe unë isha aty prezent. Tash kjo është generalizim, generalizimi jo vepër penale. Edhe mora fjallën. Edhe ndër të tjera, i thash ti më i zonë, që se s'ka lezë që mërën vlerat e luftës, edhe flet ti kështu. Edhe ke bati ajni 200.000 euro zondër të kuj pa të zonë blavë të tjera, por ti duhet me shëru opinionin publik. Orit, me dalë në për kafenet tona, në për institucionet tona, thuhet kështu, ashtu, dhe kërkush si shëran këto thenje. që, Ti duhet me shëru opinionin publik, ku qarkullon se gjëja ti e ke shtyar në nërdeharin nga balkoni. Dhe ti duhet me dalë me shëru, vlla, duhet me bëj deklarat. Se nëse kam dëgjune, që s'jam interesum farë për atë fush me bëj hetime me ditë, llogarit ata që bojnë hetime shka din. Tash kur unë e kam dëgju, si qytetari i zakonshëm. po, Pa i që merret me këtë temë, garanta e ka në ku. Garanta i ka dhe rrëfimet që i kom pa të shkrume në për këto, që po shkrujnë tash në Facebook, si ta thuish një diçka, ish bon polemik që punë heme, ishin një atja kish fut. Po më një më konë që të përballë, e kom pa kur ra, ardi kush nga ka kërcënu, s'keni pa sen. Apo kupton? Prandaj prokuroria edhe hetësia veprojnë edhe ex officio. Por problemi është këtu, se të gjitha këto zhurma, kur se harroj kur kom him as pari në sallë të kuvendit, kryeministri aktual, ky që është sot, i tha Ramush Haradinit, je hajnë e ke vjedhë kështu. Ai doli tha këtina je i Rusisë e Serbisë, edhe unë me tash isha në fillim pe ushtarokut, unë të prit ku për vje prokurori tash edhe i moj dytë. Si mor kërkosh, vazhdo të thonë se isha i del. as ty nuk të ftoj prokuroria. Ja, po, veç kanë refuzuar fare se mos s'kam bë akuzë. Unë kam thonë dele shëro opinionin, vojti Zoj që po thu komandant atje të lidhur me Vučićin, se dhe unë jem konë strukturë Ti komanduese. ke akuzu, jam i lidhur. kallëzojnë njerëzve, çka po folet në shehë. Shëroj opinion, tekstualisht kështu i kam. Shëroj opinion, se fjalët e kuvendit janë të regjistruar. po. Dil shëroj opinionin. E mos dil ti me thonë komandantin të lidhur me Vučićin, se dhe unë jam një ndër komandantet e një nivelit caktuar, dhe s'jam i lidhur me Vučićin vëlla. Edhe një burrat mëllaj komandant që s'ka shans me kon lidhur me Vučićin, ti mund të shamushën me smidasht, në kuptimin den, për shtatën Po në të shtatën. ekziston të ky lloj polarizimi, po lidha me luftën, po të ekziston të ky lloj polarizimi i tashëm që ka
fatkeqësisht Kosova, në pikpamje religjioze. A do ta kishit kaq të lehtë të bënit alianca me Perëndimin në një betejë të pamshirshme që po bënte Serbia, që luftën kundër popullit shqiptar, po e trajtojnë si luftë për fe. Atëherë kanë shefe, ka qenë shumë e rrezikshme ky trend. Edhe në luftë. Njerëzit kanë marrë pjesë në luftë si shqiptar Berisha, jo si çka do që kanë për të ndalë mizorinë serbe. Dhe sot kategorizohen, jo ka qenë arsimtar, jo ishte hod, jo ishte prift, jo ishte... Jo në Ramazan, jo foli, jo bënë. Qa kanë pas lidhje këto me luftën? Po, të ekzistonte që kjo klim në atë kohë. Jo në atë me të pahin luftë. Ty morë kush është qka. Por atë këtu s'kanë ekzistuar, se adresat e aliatëve kanë qenë të qarta. Është ditë kush përfaqëson çka. Brenda, po mërë ka pas edhe atëherë. Ka pas tendencë për shembull tash janë detaje që ndoshta nuk duhet kurrë me elaboru, se ka herë amerikanë thonë kur del Brazimi dhe që pra Brazimit ka herë këtu. Po mërë ka pas trend edhe me na identifiku me strukturë islamike. Po mërë Serbia ka luftu, po krijonin një shtet islamik midis Evropë. Dhe presidenti Rugova e ndërton katedralen mi kallëzu botë se sa është e vërtetë kjo ka thënë Serbia. Serbia, deklaratat e serbëve janë vazhdimsi. Edhe sot e këtë, keni ndërtuar një shtet islamik midis Evropës. Nuk ka gjën kundër besimeve, as Amerika, as Evropa. Ju ke pa presidenti Trump si respekton. Ose atje kush u botash New York, ku bojt. Nuk kanë ta problemin e besimit. Kanë problemin e ekstremizmit. Është një debat i importuar me gjas nga. Po pra, u fut këtu sepse shife. Të lutem, mas vitit 2006. Kishit depërtuar edhe gjatë luftës. Po, më rinë provu. Disa skema inserimit të ardhjes njerëzve në luftë për mbajtje problemin në për ta shmang. Për qëta janë të burra që kanë bon gjërat mëdha janë momente kritike drejtues të luftës. Ka dëshmitar, kur na kanë ardhur ata, me bon ata kontributin e tyre. Por këtë revizit, ja, nërga me, se po më japim identitet tjetër ushtërisë. Shko vesh në uniforma, hekni këtu Shrita, Jasina, më thash, vesh një uniformen, hajde si ushtar të regullt, po, anë qëtë format, ja. Faleminderit, kem nevojë edhe për një ushtar, jo për sajnë ju. Por ju... Jo me këtë doktrinë, po. Jo, me këtë koncept. Sakrifiko për adheti, jepe jetën. Shukua Kosova, e kupume, hajde të ashtirojmë. Por jo me këtë koncept. E dyta, është meritor për shembull vetë, kjo është e kadrisë, e dyta është meritor vetë Hashim Thaçi, kur ka thonë ja, ky ka qenë grupi komunist. Sakt. Jo, në Amerika nuk përkra struktura komuniste që vinë me instalua hala logjikën e majtë e diktaturët, ja. Përshëndetje austrake është kjo. Ka ndryshuar vetë Hashim Thaçi. Pra këtë strukturën që është organizu në vijë institucionale s'ka pas nevojë se na ke. Ndaj po e rikthejmë morë në asaj kohë për të treguar se sa rëndësishme ka qenë filozofia dhe rreshtimi i drejtë në kohë të duhur. Jem ka hekim keq për asaj se nuk po i themi gjërat, ne kemi hipokrizi. Duhet t'i themi ashtu si janë. Kemi hipokrizi kombëtare, po e mend çfarë thotë se Berisha. Hipokrizia në popullin shqiptar instalohet momentin që bën beba, që fillon me ditë me thonë po jo, a ke pa në prezencë dy prindve pyesin cilën e do më shumë. Dhe ku ka interesi mundohet, apo kupton? Gravitet. Pra aty fillon ndërtimi i hipokrizisë kombëtare të nacionale. Dhe ne ka vujmë për asaj, sepse s'kemi kuraj që themi njerëzve se ti mund të bësh profesor, doktor, ku ta diun e biznesmen, miliarder, po jo në pozitë vendimorse. Sepse e kaluara jote nuk garanton që ti je i sigurt. Dhe unë e kom bani ndërhyrje të tillë në parlament, tash s'po du mi përdor me emrin, sepse kur kam qenë student, pa ta thonë se duhet më pyet ta doktorët e shkencës, ku më gjet ata. Dhe lypëm, kanë pasnaj një 4 profesor në juridik. Kem pasi lenga atje, doli me më pyet njëri. 3 tjerë më pyetën, pa problem, kur doli ai i ka 3 spjatha me emrin, se po më vjen keq se tash është djali i tij profesor, po vjen pa lidhje. Edhe dola më pyet, unë shkova e thash mirë dita, i tha sa më nëse më falë shprej, i tharë të fjallë të ronda u ktheva. Apo kuptan? Pra, tash, unë s'jam për me eliminu racën e ti. Ata mund me avancu të në fushat, po jënë vendimari. Jo në shtetë. Jo, me bo politika të arsimit, të shëndetësisë, të ekonomisë, këto. Jo, aty, jo. Aty duhet ilustracion. Red, e kom thonë dhe po përsëris, që 60% që e përbon
kanë logjikën e njëjtë sikur ata tre që i parafrazova fjalët e tyre. Sot janë të instaluar ju ka ardhur dita. Kamikaz uniform. Ju ka ardhur dita, jo erdhi dita nuk u kon slogan i rastësishëm. Ata udhëheshin nga komitetet. Dhe ato komitetet e din që i kanë orientimet, on nga Qi, on Beograd. Edhe ka Stambolli shkojnë ka Njëran, e dalin në Rusi atje. Qëta janë mërë vllak, këtu duhet, unë për shta kom kërkuar rit. Se kush më pyeti diçka për kthim tash më thao që dikush më. Tash tema fundit thotë po, se a verdiktin se kena biseduar për këtë çështje. Po, këtu të rëndësishme, të madhe për historinë e tashme të ardhmen e Kosovës politike, për Hagën kena biseduar më herët, por e fundit është kjo temë. Verdikti 16 shtatorit. Këtu duhet një hetim. Kush është në krye të institucionit? Kush ta bëj hetimin? Kush? Po këtu është problemi. Prandaj kom kërkuar edhe në foltorët kuvendit, edhe në media dhe kudo. Duhet të kërkojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse FBI operon në shtete tjera me kërkesën e shtetit që ka nevojë. Po. Tani këtë kërkesë duhet ta bëjnë ata që duhet marrë me jetu. Kjo nuk ndodh. Por duhet me erujt këtë variant në momentin që bën një ndryshim në klime politike, ose kur futen me bisedu për negociu për presidentin, më fut një ndër kushtet kjo. Që FBI të hetoj komplet procesin e dialogut, komplet dokumentacioni që është prodhuar atje dhe marrëvesh, Se ka thënë askush që Kom thonë foltorët kuvendit më, kom thonë media. Po normal që se thonë, ti ape kur erdha atë për Zagrebit dhe thash se duhet më bëj ligji për dënimin e krimit të komunizmit, se isha pjesë e një instituti që ka kriju Kroacia. Po. Dhe i bëra pjesë. Krejt Kosova janë këtu më kanë luftuar. Dhe pse? Nuk e kanë pas derë, sepse kam takuar ambasadorin. Ja, s'kona e tema. Ti normal që kudo që shkosh ajo është shteti yt. Po që ka zgjedhë shoqëria. Asë rezolut nuk ka nxjerrë kuvendi i Kosovës. Por janë fregu se me bom u iniciua ajo, më bon një ligj që i dënon krimet e komunizmit, a disa pak njerëz jesin për garë politike. Jesin pak njerëz për garë politike. Po historia. Se s'mundet me kon institucionet shtetit Kosovës, dikush me ta udhëheq një organizat që mbikëqyr arsimin, e që thot nona dhe gjyshja, dyja serbe, më kanë thonë se Jugoslavia dhe titër në kontë mirë. Po thonë, pa. Po ka thonë media, kom dëgjulla, unë nuk kam shpik këto, se kom njoft kusha. Prandaj ka nevojë këtu tani, jo vetëm nëse... Vedije shtetërore. Jo, vedije... Do të filtrat... Që lekt shtetërore. Filtra tashmër, more. Filtra tashmër. Të tregu vend gjithkujt. Sot më shku në ambasadë Kosovës, shofer ti më shku, sigurim, në tipor. Do të mi kalu filtrin e mas par gjykata, do të ndani konfirmim. Hetrosia edhe AKI-ja. Besa dhe shërbimet e shërbimet e këmindit. Po nesh Jugoslavi, dikush që ka qenë për ambasadat Jugoslavisë. Çka ta merr mendja bre? Çfarë filtra ka kalu? Që bre ka mujt me kon ambasador i Jugosllavisë dikush në atë kohë? Pa kalu filtrat e Jugosllavisë. E sot ti po do më thon mu pjell atyre nga Çinxhi më ka dalë ose nga Çeni më ka dalë Çinxha po? Ja bezdel. Bishti qenë të bishqeni, qëfar të rrëtë? E fundit Berish, sa ka rëndësi verdikti 16 shtatorit, jo vetëm për të konstatu një luftë drejt që bët jo me bashkëluftar, me atë kauzën mafisnike për lirin, po edhe për ta personalisht, për familje, po sa ka rëndësi në thelbësisht për gjithë atë epokë historike të kryengritjes kundër Serbisë, edhe për të nesërmen e Kosovës. Po se fitoria ma madhe është e parimit drejtësisë. Një. Fitoria është individualisht për ata që dalin, për atje, sepse mbrojnë një kauzë shtetërore, jo personal, se për personal që ku kem byzin e gjykatat tëre, dhe gjykojmë kur dhe. Po atje o bo një akuzë madhe, ndaj vetë. Unë mendoj se pengesë më të madhe procesit politik të Kosovës nuk i është bon prej se sa kjo pretendimet e dikmartit. Me dalin ati raporti, me atimet i Këshillit të Evropës, Kosova nalës dhe proces. E ka suspendu gjithçka. Kosovën politike. Gjithçka. Dhe pauzë bardh, pa dalë, një verdikt, shfaqësues atje, na nuk hecim përpara, na mendojmë, por nuk lejojnë ata mu kriju, se shife. Nëse ata dënohen si ndërmarrje për bashkët kriminale, Kosova është rezultat ose derivat i qasaj ndërmarrje. Dhe në qofë se Jeremi që atërë, që më dyshoj se i shërben dhe ajdo shërbimeve tjera nuk rasisht, e qëj çështjen e pavarësisë Kosovës gjykata ndërkombëtare e drejtësisë me 2010 apo. Dhe doli verzioni se nuk e dhunon të drejtën ndërkombëtare. S'ka pengesa. Dënimi i këtyre si ndërmarrje për bashkë kriminale do ta ridërgoj pavarësinë e Kosovës edhe në gjykatën ndërkombëtare.
Dhe absolutisht nuk janë të rastësishme. As këto marrëveshje, as kjo status quo. As edhe lëvizjet, a ke po ajo ideja për integrim të vendeve të Ballkanit në paketë. E marrëveshjetorit Albin Kurti për 10 vjet ja ka njoftë të drejtën Serbisë me marrëveshje. Mos më njoftë një, mos më hek pikë kushtetutë 2. Me po veç normalizim të raporteve ajo po ndodh. Çeu ka u çelë dhura. Normalizim është. Çto i shërben? Për drejtësi, parimin e ndërmarrjes së drejtësisë. Po. Për edhe fitore e madhe. Se shife, presidenti thoshte nuk kthehet si ish president këtu. Por kthehet si një historinë veti. Një njeri që ka qenë figura kyçe dhe personaliteti më i lartë në tërë procesin politik shtetit Kosovë dhe në marrëveshjet e fundit, dhe vetë konsolidimin e shtetit. Pra kthehet me këtë background të historisë. Kthehet me eksperiencën dhe përvojën e tij, edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në raportet me SBA, të gjitha ato që ka instaluar dhe ka ndërtuar. Normal që kthehet në një Kosovë ndryshe, nuk kthehet në atë Kosovën që e kalon. Në një Kosovë krejt ndryshe. Dhe do të ishte naivitet se ndigjova do deklarata të pritet tash ti më u kthy opa më një herë me kap një pozitë. Po. Në vlerësimin tim, Hashim Thaçi duhet kthehet si një figurë publike dhe politike mbi palët. Bile më duket edhe ajo thirrja e tij pe Hage për një takim partish, për një dakordim për politikë jashtë me raportin me NATO me B, raportin me SBA. Pra, ishin treguese se Hashim Thaçi po mendon për shtetin mbi nivelin e partive. Dhe ashtu e pres kthimin e tij. Pastaj procesi politik, përballja politike, unë mas paku e shoh ato. Në fitore jashtëzakonshme do të jetë për Kosovën. Për Kosovën një, për drejtësinë 2, një goditje e madhe për pretendimet e Serbisë dhe aleatëve të saj, sa i përket asaj ndërmarrjes së luftës e denigrimit të saj, sepse Rusia ka bërë punë të madhe që ti rris për këtë periudhë, ti rris strukturat pro-miloševiqiane, pro-jugoslave. Ka bërë luftë madhe, ti denigroj sa më shumë, ti shkatroj strukturat e UÇK-s, në krye me Hashim Thaçin në katërveshjen e tij. Prandaj fitoria e drejtësisë aty që shumë besoj që do të jetë vendim shfaqësues dhe lirues, do të ishte një benefit tejet i madh për procesin politik të Kosovës. Kosova do të marrë frymë, thonë. Kosova bllokohet i çelet më një herë frymëmarrja dhe hec përpara. Hiç nuk ka rëndësi se çfarë pozite vjen Hashim Thaçi. Unë e shoh një figurë mbi partitë. Mbase në proces politik, pastaj shoqëria, votimet e japin pozicionin e tij politik prap. Por nuk e shon të pozicionohet në një parti qoftë edhe opozitar, tash që më bë kryetar, apo edhe nuk e shon në një përballje se shumë i kam pa ti përballë Kurti ajo. Kurti ka vu përballë Hashimin edhe këtë historinë që i vjen mbrapa. Prej që ardh pushtet. Ty etiketuesi të vjetrit, si është establishmenti i vjetër, ato propagandën e denigrimin e polarizimit, devalvim çdo vlerë të kaluar e tjera. Por përballë Hashim Thaçi është shumë i vogël, ka komplekse. Hashim Thaçi është vlerë e madhe historike mu përballë Albin Kurti, në shafyre bile mi thonë përballë me të. Albin Kurti ka komplekse përballë Hashimit. Ka kompleks identiteti dhe njerëz me kompleks identiteti janë rrezik për komunitetin e vetrit. Hitleri jo ka një kështu. Hitleri ka pas komplekse të identitetit. Prandaj u kthy kundër komunitetit vet. Se ka një lidhje gjyshe aty që futet. Prandaj Albini ka kompleks identiteti kur është përballë Hashim Thaçit. Kthimi i Hashim Thaçit mendoj se duhet të jetë me një platformë 3 për Kosovën, për modelin e ri të shtetit që ai e ka nis ndërprej dhe duhet ta vazhdoj. Për modelin e ri të shtetit të përmirësuar edhe nga cenet edhe gabimet e kaluarës. Natyrisht. Por jo më kthy me nostalgjinë e kaluarës, por me një platformë, për një model të ri të shtetit. Kështu e pres kthimin e tij. Falenderoj Berisha për kohën që ishim me mua në këtë intervistë që kaluam nga tema në temë, por në esencë kryetema madhe thelbësisht ishte Kosova e nesërme. Ç'do të bëjmë me Kosovën e nesërme? Me këtë do të lëviz Kosova e nesërme, si lëvizi deri tash kështu me radhë. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.